Miqtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do t'jemi së bashku në 2 orët në vijim për të folur për shumë çka, por mbi të gjitha për atë që ju ndoqët pak çaste më parë. Videon historike që ka kthyer Mira Muratin në një nga njerëzit më të fuqishëm të botës. Madje duhet thënë që vetëm 2 ditë më parë është përfshirë në listën e 50 femrave më të fuqishme. Do të flasim për të në vijim, për mënyrën se si është bërë kjo renditje, me kë e ndan këtë listë dhe se si ja ka dalë që brenda një viti të pozicionohet nga vendi i 57, që ishte një vit më parë, në vendin e 47, me një lëvizje prej 10 shifrash. Mirë, përpara kësaj, fatkeqësisht do duhet ta nisim për të folur për një temë delikate, edhe një herë tjetër ka pasur një incident të ndodhur në kryeqytet, në zonën e njohur si Alidemi, atje ku një fëmijë 15 vjeçar është qelluar me armë. Skemat dhe teorit kanë qenë të shumta të ide se si ka nisur përplasja mes tij dhe autorit. Mendohet që 15 vjeçari punonte në atë piceri, megjithatë për të na dhënë më shumë detaje kemi në një lidhje direkte Aida Topallin. Aida, mirëdita, faleminderit për kohën. Me mua në studio është Nexhi Beqiri, avokate, faleminderit shumë. Do flasim faktikisht për të drejtat e fëmijëve, për mënyrën se si punojnë, incidentet që ndodhin në vendin e punës dhe gjithçka tjetër. Por fillimisht, Aida do na shpjegoj pak dinamikën, çfarë ka ndodhur sipas informacioneve që ti ke? Patjetër. Sidorela, atëherë ditën e djeshme, rreth orës 17:10 në sallën operative të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë ka shkuar një telefonat ku është bërë me dije që është plagosur një person në zonën e njohur si Alidemi në afërsi të një picerie. Menjëherë efektivët dhe hetuesit e komisariatit nr. 1 kanë shkuar në zonën e Alidemit. Ka qenë shumë e vështirë në fakt për të gjetur piceri ku ka ndodhur ngjarja për shkak se vendi ka qenë i pastruar dhe kamerat e sigurisë, pra dëvërja e kamerave të sigurisë mungonte. Mirë, fal informacioneve të banorëve të zonës dhe të atyre që kanë qenë në afërsi të picerisë ku ka ndodhur plagosja, kanë treguar që ka ndodhur pikërisht brenda atij ambienti. Në ambientin e picerisë janë gjetur 4 persona, mes tyre edhe një vajzë e nitur, ku shërir e 15 vjeçarit të plagosur dhe të 4 një zëri kanë thënë që me sa duket ka qenë një plumb qov që e ka kapur 15 vjeçarin dhe ne nuk e dim nga erdhi pasi ngjarja ka ndodhur jashtë picerisë. Është kërkuar nga ana hetuesve janë kërkuar kamerat e sigurisë, por është parë që DVR-ja mungonte dhe në momentin që mungonte DVR-ja, atëherë kanë nisur, le të themi, edhe dyshimet e para se mos po fshihet diçka. Dhe ka qenë në fakt 15 vjeç e nitura tjetër, kushërira e 15 vjeçarit, ajo e cila pasi ka gënjur fillimisht për shkak se ishte presionuar nga më të rrituri që ndodheshin aty punëtorët e tjerë të picerisë, por edhe administratori i saj, ka treguar dhe ka hedhur dritë mbi dinamikën e ngjarjes, por po ashtu kanë ndihmuar hetuesit e komisariatit nr. 1 edhe kamerat e sigurisë të bizneseve të tjera përballë që kanë treguar, le të themi, edhe gjithë dinamikën dhe faktin që ngjarja nuk ka ndodhur jashtë picerisë, por brenda ambienteve të picerisë. Të paktën deri tani duket edhe nga pamjet filmike, por edhe nga dëshmitë e personave të arrestuar dhe të shoqëruar, nuk kemi të bëjmë me një konflikt, kemi të bëjmë me një shaka, nëse mund ta konsiderojmë të tillë. Motoristi i cili është edhe në kërkim dhe bëhet fjalë për shtetasin Alvin Eziri, që punonte në këtë piceri, dispononte një pistolet tip stilolaps, pra janë ca pistoleta të vogla Sidorela që vetëm në distancë shumë të afërt e plagosin ose edhe mund ta vrasin një person nëse kap venat e trupit, por për fat të mirë në 15 vjeçarin nuk e ka kapur në ndonjë venë apo në zonë delikate dhe vetëm e ka plagosur, edhe pse duhet të qëndrojë të paktën 9 ditë në ambientet e spitalit për tu shëruar. Dhe teksa po luanin e ka qëndruar në pjesën e qafës, i shkaktuar do me të lehta për fat të mirë, por jo pa pasoja. Pra, jo që 15 vjeçari mund t'ja hedhë bashkë. Menjëherë pasi ka kryer këtë akt, është larguar, punojësit e tjerë kanë hequr DVR-n dhe ja kanë dorëzuar pronarit të lokalit, gjithashtu të picerisë, administratori i cili gjithashtu është në ndjekje penale apo jo, për mos kallëzim? Ndjekje penale.
për fshehje të vërtetës dhe për mos kallëzim të krimit. Të bëhet fjalë për shtetasin Leonardo Mejdani, po nga ana tjetër në përfundim të hetimeve si Dorela kemi edhe një shkelje tjetër që është ajo e punësimit të miturve, sepse kemi të bëjmë një 15 vjeçar, por avokatja zonja Nexhi Beqiri do ta shpjegojë më mirë pastaj. Ka qenë Leonardo Mejdani, ai i cili është larguar me DVR-n, dhe kjo shihet edhe nga kamerat e sigurisë, pra ka marrë DVR-n, e ka futur në automjetin e tij dhe është larguar. Për pasojë, në përfundim të gjitha hetimeve, komisariati numër 1 ka vënë në pranga 3 persona, Ferit Bashën, Andi Hykën dhe Kevin Bala, të 3 punonjës të kësaj picerie, të cilët nuk kanë kallëzuar krimin dhe kanë fshehur të vërtetën. E theksoj edhe një herë, në momentin që policia ka shkuar në vendngjarje, nuk ka gjetur asnjë njoll apo të dhënë që aty ka pasur një plagosje, pasi është fshirë vendi, duke hequr kështu të gjitha mundësitë për një grup hetimor që të marrë prova dhe të zbardhë të vërtetën. Pra, Aida, ajo që ti po më thua është që pamjet e kamerave të sigurisë janë fshirë, kam iden me djenin e administratorit, dhe ajo që është administratorit. Po, dhe ajo që është rëndësishme. Si është? Është marrë gjithë DVR-ja nga administratori dhe është larguar së bashku me DVR-n. Tani, a ka djeni nëse administratori ka ndonjë njohje me autorin? Patjetër, kishte punonjësin e këtij të fundit, pra ka bërë së pari për të mbrojtur punonjësin e tij dhe së dyti për të fshehur ngjarjen që ndodhi në biznesin e tij. Është krejt e qartë arsyeja. Ndërkohë telefonatën tek ambulanca. Pra e ka thjesht punonjës, jo se ka ndonjë njohje më tepër. Okej. Deri më tani, të paktën nga të dhënat e deri tanishme rezultojnë që të jetë vetëm punonjës motoristi që është dhe autori kryesor i kësaj ngjarje të rëndë. Megjithatë, hetimet vazhdojnë dhe vetë për të parë nëse kanë ndonjë lidhje tjetër familjar apo ndonjë marrëdhënie tjetër këta të fundit që mund ta ketë shtyrë të ndërmerte edhe aktin derisa për të fshehur të ngjarje të rëndë. Por në pamje të parë, administratori ka dashur ta fshehë këtë ngjarje pikërisht për të mos dëmtuar biznesin e tij, sepse është një piceri në fakt ku ka klientelë vazhdueshme edhe për ne që jemi kalimtar të asaj zone. Është një piceri e cila ka vite që ndodhet në atë zonë për të mos imazhin. Në informacionin që ne kemi, se arrita kuptoj dhe logjikën që mund të ketë përdorur administratori, por në informacionin që ka dalë edhe në media thuhet se paktën sipas materialeve që janë referuar në prokurori, ka nisur procedim penal dhe për një shtetase 15 vjeçare. Është vajza për cilën po më tregoje? Po, është kushërira e 15 vjeçarit, e cila ka qenë në ambientet e lokalit dhe në momentet e para e ka fshehur ngjarjen pasi ka qenë presionuar, le të themi, nga të tjerët që kanë qenë në ambient, nga punonjësit e tjerë, por dhe nga ana administratorit të picerisë, të cilët i kanë thënë që nuk duhet të tregosh të vërtetën. Dhe 15 vjeçaria ka qenë ajo e cila ka thërritur edhe ambulancën për të marrë trupin e dëmtuar të 15 vjeçarit dhe për ta dërguar më pas në spital. Të lutem, qëndro dhe pak me mua, dhe pak minuta do të të vënoj, teksa dua të pyes pak zonjën Nexhi Beqiri që edhe në rolin e avokates, po edhe si zonjë mund të më shpjegosh e para përfshirjen e 2 të miturve, se kemi 2 15 vjeçar, një vajzë dhe një djalë, sigurinë që duhet punonjësi të ketë në ambientin e punës, dhe mbi të gjitha rolin e administratorit që merr guximin të fshihë të gjitha pamjet filmike, madje edhe opsionin që po themi mund të rikthente pamjet e regjistruara, vetëm që të mos kallëzohet krimi. E para njërë që më vjen shumë keq që një djalë 15 vjeçar me dëshirën e madhe për të punuar, bie viktim e një tentative për vrasje, pavarësisht se ajo ka mbetur, si thua, nuk është realizuar. Pra, domethënë, ndoshta policia do hetoj plotësisht, sepse faktikisht ishte nisur për vrasje dhe ai është në jetë dhe urojmë që të shërohet sa më shpejt. Po, shiko. Është akoma më e rëndë fakti që ti kupton që 15 vjeçari është plagosur nga një plumbë rikoshet që as nuk është se ka qenë i nisur për të. Pra, ku është siguria e një njeriu që do të punojë në ambientin e punës? E para njerë që unë mendoj që ai ishte punonjës aty.
Dhe më thënë, ai që ka gjuar... Aida, e kemi në këtë informacion? Është e sigurt që ka qenë... është punonjës i... është punonjës. Edhe pse është me armë. Dakor. Se është me armë një punonjës i tillë. Dhe më thënë, ai ka punonjësin e vetë dhe nuk e ka parë asnjëherë që ai ka një armë me vete, pra ai është në armbajtje pa leje. Si mundet shkosh në një vend të tillë publik, atje ka dhe qytetarë që vinë. Më thënë që ushqehen, që marrin shërbimin e dur dhe si mund të lejohet që të ketë një person që punon aty me armë. Pra, është me lej, e sigur që është pa lej, sepse vendi i punës, pozita e tij, marrëdhënia e tij që ka me punën nuk e lejon atë që të ketë një armë, se s'është një punonjë siguri apo është diku në një objekt të rëndësisë së veçantë që po ruhet me një punonjës i cili do të ketë patjetër dhe armë. Kështu që ai është në armbajtje pa leje e para. Tani nëse është plumbi rikoshet, paktën kjo e lehtëson pak në, si thua, në nenin që ka të bëjë me... Na shpjego pak Aida, si ishte? Atëherë nuk kemi të bëjmë me një plumb rikoshet, por dëshmia e parë që kanë dhënë punonjësit e tyre të pizzerisë ka qenë kështu me qëllim që ta nxirrin ngjarjen dhe ta zhvendosnin jashtë ambienteve të pizzerisë. Okej. Po konflikti nuk ka qenë me këtë. Po në vërtet si ka ndodhur? Se konflikti e ka pasur me 15 vjeçarin vërtet? Në të vërtet kanë qenë duke qëndruar në një tavolinë të tre së bashku, pra kushërira, vajza tjetër 15 vjeçare, 15 vjeçari dhe motoristi. Në të paktën nga pamjet e sigurisë që kanë lokalet dhe ambientet përballë, por dhe nga dëshmia e 15 vjeçares nuk ka pasur një shef të paranisur, por ka qenë një lojë duke qenë se motoristi mund të themi do të qenë duke provuar për shembull armën tip stilolap, sepse janë ca armë që nuk janë vetëm dhaja. Dhe pikpyetja është shumë e drejtë ajo që ne gjingriti, pra çfarë donte një motorist me një armë. Dhe këtu unë ta dashur. Ja, një moment flas pak për të drejtat e punojnë, se pastaj do vi tek ti, po? Pra, kjo është e para gjënje që si mundi që gjendër aty një punonjës me armë. Tjetra, sipas kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, 9-16 vjeç nuk lejohet që të punojnë. Në më thënë të rinjë. Pra 16 vjeç e lartë. Por këtu shkele, por ka raste, e parashikon kodi punës, që mund të punoj dhe kur ka 15 vjeç, po duhet ketë një miratim dhe nga prindi ose përgjegjësi ligjor i atij fëmije. Dhe duhet ketë një vëzhgim të veçantë nga institucionet e ndryshme, që kanë të bëjnë me punën, pikërisht për të ofruar punë të lehta, jo të lodhshme, jo punë që kërkon një angazhim ekstrem, duhet punojnë 6 orë, duhet jetë domethënë një kujdes i veçantë pikërisht për 15 vjeçarët. Kështu është e parashikuar në kodin e punës. Kështu që në këtë raste, kur 15 vjeçar afrohen në një vend pune, duhet ketë një kujdes të veçantë, por njëkohësisht nuk duhet të mungojnë dhe një marrëveshje e shkruar midis këtij punojësi 15 vjeçar, prindi të këtij fëmije, njëkohësisht dhe administratori. Sepse na del ai problemi pasaj nëse do marri përgjegjësi dikush që të paguaj, nëse ndodh një aksident në punë, nëse ka një, siç është dhe rasti akoma më i madh në këtë rast. Tani ndodhi incidenti. Gabimet që janë bërë pas ndodhjes së incidentit, që nga fshehja e gjithë ngjarjes, te fshirja e materialeve filmike, e gjithë detajet e tjera. Kjo e rëndon shumë pozitën e administratorit apo e pronarit apo cili është okupuar për këtë gjë. Kur një ngjarje ndodh, e para njerë që është krim që ti të fshehesh gjurmët e krimit, pra të fshehesh provat, ti manipulosh provat, ti përpunosh provat, pra është një element i një vepre penale, e cili e bën tani atë bashkëpunëtor bashkë me autorin e veprës penale në këtë veprë penale që ka ndodhur pikërisht në ambientet e tij. Unë e kuptoj shumë mirë se ndodh kjo që bizneset e ndryshme për të ruajtur emrin e mirë të bizneset duan t'i fshehin këto gjëra, por kur ndodh një krim i këtyre përmasave nuk mundet të fshihet dot. Nuk mund të fshihet. E para njërë duhet kemë parasysh bizneset që nëse një viktim e tillë, kushdo që tjetë, dhe një plagosje më e lehtë, jo si në këtë rast me armë zjarri, po dhe një aksident tjetër në punë, një rrëzim i cili mund të çojë në dëmtime të ndryshme në raport mjekësor 3 ditë, 6 ditë në ditë e tjerë, çdo prezantimi i një personi që ka shenja në trup për një akt të tillë, siç është kjo me armë zjarri, patjetër që punonjësi i spitalit do lajmërojë menjëherë
policinë. Kështu që janë përpjekje të kota ato që bëjnë menaxherët apo pronarët apo drejtuesit e bizneseve të cilët mundohen të fshejmë këtë gjë. Prandaj është policia ajo e cila i verifikon, ajo nxjerr autorin, domethënë e veprës penale, ajo nxjerr deri ku shkon përgjegjësia penale, ajo zbulon se çfarë ka ndodhur konkretisht dhe ti nuk mundet dot të fshehesh provat sepse je bashkëpunëtor në krim. Nuk justifikohet, domethënë, si thua, ideja që unë ruaj biznese se ka klient, gjërat ndodhin mes të sheshit Berlinit. Pavarësisht se është ndaluar të ndodhë, është rasti më i mirë që ai ka kaluar dhe ja ka hedhur, po themi, pa pasoja shumë të rënda. Ty mund të kishte pasur, ku di unë, humbje jete dhe më falë, si do ta fshinin ngjarjen? Jo vetëm kaq, po duhet të kemi parasysh një gjë. Armbajtja pa lej është një vepër penale e dënueshme. Ajo dënohet nga 3 deri në 7 vjet. Por duhet të mbajmë parasysh, nëse një person është i armatosur, që e ka pozitin që duhet të jetë armatosur dhe e përdor atë, dhe nëse përdoret në ambiente publike, se këtu mund të jeshin në sallë, mund të jenë 10 veta, mund të jenë 20. Do më thënë, mund të ndodhi dhe më shumë. Atëherë në këtë rast dënohet nga 7 deri në 15 vjet. Sepse nëse ti e mban armën në një vend publik dhe aq më tepër kur ti e përdor atë, mund të jetë pasoja shumë herë më e rëndë, jo një person, po mund të kishte kaluar arma rikoshet ose mund të kishte patur shkrepje të pavullnetshme etj, që mund të kishte kapur 2 dhe 3 veta ose mund të ishte me pasoja vdekjen e personave të ndryshme. Pra është pa justifikuar ose është mungesë përgjegjësie e atyre që menaxhojnë një biznes që të dinë se çfarë kanë punojnë si shka, ata janë konform me ligjin, çfarë sigurie jete kanë në ambientin ku ai punon, jo vetëm për punonjësit, por njëkohësisht edhe për klientët që vinë. Njerëzit mendojnë shkojnë në ambiente të tilla duke menduar se janë të sigurt për jetën e tyre, nuk e mendojnë ndonjëherë që aty mund të rastisi që të jetë një kamarier apo të jetë një tjetër që të jetë me armë dhe mundet një konflikt i momentit, se ka raste mund të krijojnë konflikte dhe ai të nxjerrë armën. Pra kjo është pak, si thua, e egzageruar. Domethënë qëndrimi i drejtuesit, i pronarit, menaxherit e tjerë në lidhje me punonjësit që ka ai aty, të cilët janë me armë, kjo është domethënë e patolerueshme. Kështu që kjo vjen dhe si pasojë, si thua, edhe të mungesës së kontrolleve. Domethënë kontrollet në bizneset private nuk duhet të jenë thjesht për pastërtinë, jo thjesht për faturat tatimore. Duhet të jenë kontrollet për jetën, për sigurinë, duhet të jenë kontrollet për shmangur aksidentet në punë, për sigurinë e jetës e tjerë. Pra ka disa detyrime ligjore ai që është pronar dhe që ushtron një biznes të caktuar. Kështu që mendoj se në këtë rast jemi në kushtet kur janë shkelur, domethënë. Po pra, tani unë dua të bëj një përmbledhje, duke marrë shkas nga gjithë rrëfimi që bëri Aida. E para, si dënohet një 15 vjeçare që tenton të fshejë krimin, sa është 15 vjeç. Çdo i bësh një 15 vjeçare që ti e akuzon me vepër penale dhe prime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. E nisim nga këtu e para. E para që kjo natyrisht që përfiton kur është në 18 vjeç me gjysmën e dënimit, por ajo është bashkëpunëtor nëse dhe ajo ka tentuar që të fshejë gjurmët e krimit. Por pastaj ju thatë që ajo ka lajmëruar që të vijë ambulanca. Domethënë në këtë rast, domethënë si thua shpërgjegjësia e saj është pak më ulur sepse është ndjer fajtore në një farë kuptimi, ajo ka reaguar pozitivisht, ka lajmëruar sepse ka parë që si thua jeta e shokut vet është në rrezik. Por jo se ngelet pa përgjegjësi se ka tetuar. Po, i kanë bërë presion, është e vërtet. Ecim me të dytin, administratori, se po e marr nga këta që kanë fshehur ngjarjen për të shkuar tek personi që është autori. Veprime që moskallëzimi i krimit 1 dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës 2. Po, moskallëzimi i krimit dhe pengimit për të vërtetës shkon deri në 3 vjet burg. 3 vjet burg për administratorin. Teksa policia ka vënë në pranga 3 punonjës të picerisë dhe ka shpallur në kërkim administratorin. Flasim për të riun me inicialet AN që akuzohet autori për vepra penale, plagose e rënd me dashje dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit. Po. Sa dënohej? Vrasje, domethënë do ta shikojmë nëse është vrasje nga pakujdesia, nëse është tentativë vrasje, nëse është vrasje, domethënë e zakonshme shkon 10 deri në 20 vjet. Nëse është vrasje nga pakujdesia shkon deri në 8 vjet. Pra do të shikohet çfarë vepre penale. Kurse armbajtja pa leje shkon deri në 7 vjet. Okej. Domethënë, është goxha i ngarkuar. Autori i veprës penale. Por nuk e ndihmon fakti që personi që ai ka qelluar nuk, domethënë ka kaluar me një plagosje. Po
Ai është nisur për gjë tjetër. Për gjë tjetër, pastaj mund të ketë rrethana lehtësuese, edhe qëndrimi i tij në gjyq, nëse e pranon e tjera, ka rrethana lehtësuese. Por kur e parashikon për shembull deri në 7 vjet, atëre mund të marri 3, mund të marri 5, mund të marri 7 vjet maksimale, prandaj dhe ka një hetim i cili provon se cila është përgjegjësia e secilit. Shikohet edhe ana objektive, ana subjektive dhe njëkohësisht edhe reagimi i tij, edhe gjatë procesit të hetimit. Domethënë si ndjehet, sa ndjehet përgjegjësia i pratë. Për të pyetur Nexhi për një nga detajet që ndoshta shumë e din që ekziston, po pak e din çfarë funksioni ka, që është siguracioni në punë. Çfarë parashikon, çfarë përfiton i plagosuri në të tillë rast, apo edhe punonjësit e tjerë, nuk e di, do ma shpjegosh pak në vijim se të gjithë e dim që ekziston. Këtë e thash që në fillim. Domethënë është e rëndësishme në këtë rast, 16 vjeç e lartë ai duhet të ketë një kontratë. Është si kontrata që bëhet për studentët, për tjerë që vinë me kohë të pjesshme, mund të punojnë vetëm një ditë në javë, gjatë verës mund të punojnë vetëm 5 ditë në javë, jo 6 ditë, domethënë ka disa veçori. Tani nuk është as 16, është 15 vjeç. Duhet ketë një marrëveshje, por midis prindit që është përgjegjësi ligjor, sepse ai është përgjegjësi të kufizuar nuk ka, se s'ka mbushur as 16 vjeç. Përgjegjësinë e plot juridike e merr kur mbush 18 vjeç. Pra është prindi përgjegjës ligjor për të. Një marrëveshje midis prindit dhe njëkohësisht punëdhënësit. Por ama, këto marrëveshje nuk do të jenë thjesht për të punuar. Natyrisht ai do marri paga, po duhet jetë i siguruar. Domethënë për ditët që do punoj, për kohën që do punoj 1 muaj, 2 muaj verë, ose punon weekendeve, duhet jetë i siguruar. Por shpesh, ose në të shumtën e rasteve, ndodh që thjesht ju japin paratë për punën që bën. Po në momentet që plagoset, çfarë përfiton? Atëherë, nëse ai është i siguruar, ai merr menjëherë ndihmën e duhur. Domethënë jo vetëm që paguhet, shpenzimet i heqin, domethënë Instituti i Sigurimeve, nëse ka rast që do shpërblehet, përsëri do shpërblehet, pra janë kompanitë e sigurimit të cilat përgjigjen deri në fund për të gjitha shpenzimet e rikuperimit të tij, shpenzimet shëndetësore e tjerë. Por unë kam frikë se nuk ka si lloj marrëveshje të tillë. Dhe kjo e bën, si thua, situatën shumë të vështirë, jo vetëm për këtë, por kudo që ndodhin. Po Aida? Kishte rreth 2 javë që kishte filluar punë në atë piceri 15 vjeçari. Kështu që besoj të gjitha këto që Nexhi sapo shpjegoi, asnjëra nuk do të jetë. Nuk do e përfitoj asnjërën, se para dyshoj shumë të ketë kontratë. Po pra. Dyta vetëm 2 javë ka pasur në punë. Po, Aida. Sinderela, unë doja të shtaj diçka tjetër që realisht është për të shqetësuar. Fatmirësisht 15 vjeçari nuk pësoi dëmtime të rënda që mund të kushtonin edhe jetën, edhe pse arma pistolet stilolaps është një armë e cila nga distanca e afërt ka rrezikshmëri shumë të lartë për jetën, pra përgjithsisht përdoret për të ta marrë jetën në momentin që goditesh nga një distancë që është më pak se 1 metër, por ka qenë me fat edhe më vjen kaq mirë që nuk patën pasoja kaq të rënda. Ajo që mua më shqetëson, por besoj edhe të gjithë qytetarët, është se një motorist i cili shpërndan pica ka një armë stilolaps me vete. Dhe distanca që ai ka me klientët e tij është shumë e afërt. Pra, pse e mbante ky motorist këtë armë stilolaps? Po pra, po, është më shumë, taja e mund të thotë nga si mjetë sigurie, se mund të kem ndonjë incident me ndonjë klient që mund të bëjë diçka, ku diun po. Ajo s'ka justifikime. Nuk ka justifikime. Sepse në gjaknësi e sipër, ai mund ta përdorë në çfarëdo lloj rasti, pra qoftë edhe me klientët, tek të cilët mund të shkojë për të dërguar një porosi. Por ajo që ngre një pikpyetje sërish tjetër është fakti që sa nga këta motoristë të cilët shpërndajnë pica në Tiranë përdorin edhe shpërndajnë edhe lëndë narkotike? Duhem bërë kontrole, thua. A është kjo një nga arsyet se përse ky motorist e mbante këtë armë stilolaps? Pra mund të ketë edhe klient që në vend që t'ju çojë porosi nga piceria, t'ju dërgoj porosi lëndë narkotike dhe ta ketë për kushte sigurie. Për mua është shumë e rëndësishme që të gjithë motoristët e picerive nëpër Tiranë të jenë të kontrolluar ose të vëzhguar nga agjentët e policisë së shtetit, sepse mund të shndrohen në një problem shumë serioz. Përveç kësaj, Aida ka të drejtë kur thotë që po. Ajo, doja thoya një gjë, domethënë ky rast evidentoi një gjë, që Instituti i Punës, domethënë a ka kontrolle për
kontratat e punës që kanë pikërisht studentët të rinjt me punëdhënësit. Pra të miturit. Do më thënë, është një problem që nuk është diskutuar në Shqipëri. Si funksionon jashtë? Jashtë shkojnë ka kontrata. Do më thënë, edhe ai firmos, do më thënë, është punëmarrësi, edhe punëdhënësi, edhe kur njoftojnë vende pune, përsëri thotë do vish kaq ditë në javë, duhet punojnë patjetër të shtunën, se të dielën duhet përgatiten për shkollë, sepse mund të punojnë dhe gjatë vitit. Por këto të gjitha duhet të jenë me një marrëveshje, me një kontratë pune, edhe se sa do paguhen. Bile si llogariten edhe ditë pushimi në vit dhe të paguara pikërisht nga ky punëdhënës. Pra ata nuk janë aty si argat, thjesht do punosh sot 5 orë dhe do të japun sa lek, 5.000 lek, 10.000 lek e tjerë. Pra duhet jetë e organizuar, kështu që Instituti i Punës duhet bëj kontrole edhe për këtë kategori punonjësish të rinj, 9-18 vjeç, të cilët gjenden nga do që punojnë, dhe ne duhet të inkurajojmë këta, pikërisht sepse është një mënyrë shumë e mirë që të rinj të kenë dëshirën për punë, njëkohësisht të sigurojnë disa të ardhura për jetën e tyre, shumë e kanë të domosdoshme sepse nuk i kanë familjet me të ardha të domosdoshme, kështu që vëmendja e institucioneve shtetërore duhet jetë më e madhe ndaj kësaj kategorie, sepse në Shqipëri ka patur raste dhe për të tjerë, të cilët punojnë pa kontrata pune, pa sigurime kemi pasur ne që kanë humbur dhe jetën në vendin e punës. Po, pra dhe s'kan patur siguracione as shëndetësore, as shoqërore dhe as një gjë tjetër. Kështu që aq më tepër për kategorinë e të rinjve 9-18 vjeç që kjo gjë bëhet më evidente. Dhe tjetra është një moshë e re, duhet inkurajuar, duhet mbështetur, duhet mbrojtur. Unë domethënë e ndjej shumë se sa të shqetësuar është familja kur djali jo vetë së shumë, 15 vjeç shkon për të punuar, për sigurisht disa të ardhur dhe domethënë vjen i plagosur. Domethënë është një kategori shumë sensibël, shumë e ndjeshme, për cilën shteti duhet të ketë patjetër një vëmendje të veçantë. Aida, po, se të ndërpreva më herët se patë një problem me lidhjen direkte. Po. Më do të vazhdoj përsëri apo besoj u dëgjuar? Jo, je dëgjuar gjithkohon, po për ta vijuar se nga ana tjetër, pra do të ishte shumë mirë që të kishte një vëzhgim dhe një monitorim të vazhdueshëm të këtyre personave në mënyrë që të mos kthehen në rrezique për më tepër duke vazhduar atë që ne gjitha. Sa mirë që ne kemi 15 vjeçar, 16 vjeçar, 14 vjeçar të cilët kanë dëshirën për të punuar, herë sepse duan, herë sepse janë të detyruar për shkak të kushteve të vështira ekonomike që kanë në familjet e tyre, por nga ana tjetër edhe për të mësuar me punën. Është shumë e nevojshme që të krijohet një ambient i sigurt dhe i përshtatshëm për ta. Unë do doja të përgëzoja këtu punojësit e komisariatit numër 1, të cilët për një distancë 20 minuta kanë arritur të zbardhin gjithë dinamikën e ngjarjes. Sigurisht policia duhet të jetë parandaluese në radhë të parë, por ka raste patjetër që fatkeqësitë ndodhin dhe është e rëndësishme që të paktën dinamika dhe ngjarja të zbardhet në kohë rekord, me qëllim që të bëhet shembull që të mos përsëriten në raste të tjera dhe të inkurajojmë sa më shumë që të bëjnë kontrolle për të shmangur situata që prekin sidomos adoleshentët. Faleminderit shumë, Aida, të përshëndes për gjithë sqarimin. Një mesazh të fundit? Duhet të mendojmë të gjithë për të inkurajuar të rinj të punojmë, se në Shqipëri kemi shumë probleme që kanë të bëjnë me edukimin e të rinjve, edukimin nëpërmjet punës dhe sigurimi i paras me një punë të ndershme, korrekte, është gjëja më e bukur për të rinjt. Kështu të inkurajojmë këto, por në të njëjtën kohë të sigurojmë që të jenë të mbrojtur, jo thjesht për jetën, po edhe për shumë të drejta të tjera, të cilat ja njeh ligji. Gjithmonë kënaqësi kur të kam në studio. Shumë Faleminderit. Kristian Kabashi është me mua në një lidhje direkte. Kristian, të përshëndes, faleminderit shumë për kohën tënde sot. Përshëndetje. Atëherë, bashkë do të flasim për një nga lajmet kryesore faktikisht në media kohët e fundit, ditët e fundit, ajo e përfshirjes në listën e 50 femrave më të fuqishme të Mira Muratit. Unë dua me ndihmën tënde, duke qenë se je ekspert i kësaj fushë dhe përkon dhe ke një lidhje direkte, po themi, edhe me zhvillimet e fundit teknologjike dhe fushën që Mira Murati aderon, të më shpjegosh kaq e rëndësishme është inteligjenca artificiale për të kthyer një shqiptare pjesë të kësaj liste? Unë mendoj se njerëzit akoma nuk e kanë kuptuar sa më rëndësi se është, sepse jo vetëm se ja kanë nisë me ndryshu botën, por ne jemi në fillim fare jemi tani kësaj evolucioni. Edhe unë besoj se çka jemi të punë sot është ndoshta as 1% që 2% që shka ka më ndodhur brenda 5 vite të ardhshëm. Më thuaj pak, çfarë po themi në gjykimin tënd ka kontribuar Mira për të qenë në këtë listë?
Po për shembull kur ta shikojmë nga inteligjenca artificiale, unë kam folur për shumë vite se gjithë këto punë si kemi, a është advokat, a është kontabilist, gjithë këto mund të automatizohen, diçka ka nisë më automatizu, edhe kjo kam vetëm vazhdu. Tash për shembull Mira Murati, ajo normal se është në chat list sepse kur ta mendojmë na çfarë ndryshimi ka me pas, çfarë ndryshimi ka pas ChatGPT-ja në botën tonë tash, sepse përpara gjithkush ka përdorur Google-in, tash e përdor gjithkush ChatGPT-n, edhe tash kompaninë se ajo është Po mirë, mbaron pun pak më shpejt me ChatGPT-n, të themi drejtën. Po më shpejt do vendosh me Google, por informatat i jep shumë të sakta bazuar në pyetjen se e bën, edhe e ka gjithë dijen e botës e ka aty, edhe ti shpjegon gjërat sikur ti më mujt me fol me një Albert Einstein, edhe është njëjtë gjë se jemi në një përpara është ku Star Trek, se kemi ku kam folur me kompjuterin, tash e kemi në dorë, kemi në telefon në veti. Pra ti do të më thuash që nuk u surprizove fare kur more vesh për përfshirjen e saj në listën e 50 grave më të fuqishme. Është diçka normale. Absolut, bile kisha prit më përpara me qenë ajo atë. Në lidhje me kontributet e saj dhe me deri diku po themi bashkimet dhe përçarjet me drejtimin e inteligjencës artificiale, në ç'pik mendon që qëndron sot? Si po mendoni, si ka ndryshuar? Ka qenë drejtuese, është larguar, ka pasur po themi lajme se është drejt finalizimit të një krijimi të ri akoma dhe më revolucionar, më thuaj ti. Unë mendoj se shka ka ndodhur gjëra më mira, sepse aty në OpenAI, se është kompania se ka ChatGPT-n, ajo ka qenë CTO. Tash ajo ka mundësi gjithë ato gjëra si ka mësuar ajo, se ajo përpara ka punuar edhe në Tesla, se shumica nuk e din, edhe i ka marrë gjithë këtë dijen se ka marrë aty në OpenAI, plus ka njoftuar shumë punëtor të fuqishëm si ka marrë ajo tash në kompaninë vet, e unë besoj që tash qofse investorët janë gjendje me hap 10 miliard në kjo nuk është as Series A, kjo është seed round, do të thonë absolutisht në fillim, unë mendoj se çka ka me zgjedhja ajo është tash në treg, ka me qenë diçka shumë interesant, sepse investorët nuk investojnë aq shumë, por qofse nuk është diçka se mund të qenë një dëshim shumë i madh nga OpenAI. Kristian, ti e vetë themelues edhe unë nuk do merja kur guximin që të sqaroja, po themi gjithë krijimtarinë tënde, po me gjithçka ku ti je dedikuar. Dhe për këtë gjë dua të pyes, sa e vështirë është të krijosh një gjë nga zero, me startupe, me po themi teknologji që sot është shumë e zhvilluar, sa e vështirë është të krijosh sot gjëra të reja? Unë me pas qenë edhe njëherë nuk ja kisha nisë kur me ndërtu një kompani, sepse është shumë e vështirë. Hera por është pra punë për i 10 kompanive se ndërtuan startupsa, 9 kompani dështojnë. Më thonë vetëm njëna ka sukses. Tash e dyta kompani se kam mësu krejt gabimit e kompanisë të parë, edhe tash me këto teknologjia që i kam tani në dorë me inteligjencë artificiale, nuk kam nevojë më mi pos 100 punëtor. Kompania por se kam pos numër X, edhe ajo ka qenë i kam pos më shumë se 200 punëtor. Është kompania e re se është Saibid.ai, unë i kam vetëm 10 punëtor. Po bojnë gati njëjtin punë si kanë qenë me 200. Zure mend pra, e kuptova. Zure mend pak a shumë. Jacqueline Lekatari është me ne në një lidhje direkte, na bashkohet edhe ajo Kristian. Zhaku, mirëdita. Çfarë ndjesie të krijon në momentin që dëgjon që një grua, po me gjitha një shqiptare, sepse të gjitha janë gra, është pjesë e listës së 50 femrave më të fuqishme në botë. Dhe çfarë, po themi deri diku, kuptimi ka që Mira Murati të jetë pjesë e kësaj liste për të gjitha ne që e lexojmë si lajm? Po, patjetër që është një nder edhe një lajm shumë pozitiv. Nder i madh për ne që jemi shqiptar dhe në një farë mënyrë e mira na përfaqëson denjësisht, përfaqëson kombin ton dhe kulturën shqiptare. Por fakti që ajo është grua dhe është në listën e 50 njerëzve më të fuqishëm në botë, duke parë dhe inovacionin e madh që ka
sjell ajo në teknologji, mendoj që deri dhe krenaria janë më të mëdhaja. Sigurisht që është një model shumë i mirë për vajzat dhe për gratë në të ardhmet, të cilat tani guxojnë të ndorrojnë dhe nuk ka rëndësi se ku lindin. Bota tani është globale, është aq shumë e ndërlidhur sa dëshira dhe talenti mjaftojnë që ti ndoshta të jesh në vendin e dur dhe të fillosh ato ëndra që ndoshta në vendin ku ke lindur, sikurse Mira që ka lindur në Vlorë mund të jenë dukur të pamundurta ose mund edhe mos i ketë ndërruar fare në moshë aq të vogël sa ka emigruar ajo dhe sa ka ikur në Amerikë. Pse është e rëndësishme për ne vajzat dhe gratë? Sepse po ta mendosh në vitet 60 kur fëmijëve në kopshtet e në shkolla ju kërkohej që të vizatonin se si duke një shkencëtar, ato gjithmonë vizatonin një burr. Ndërsa me zhvillimet dhe me investimet që kemi bërë vitet e fundit, sidomos vendet evropiane me statuse demokratike, tashmë kanë kuptuar që kur fëmijëve i kërkojmë që të vizatojnë një shkencëtar, 60% e tyre, pra nga një përqindje shumë e vogël, 3-4-5% që ka qenë në vitet 60, sot kemi arritur në vajzat të cilat vizatojnë që 60% e tyre vizatojnë faktin që një shkencëtare mund të jetë edhe një grua. Dhe kjo është një model shumë i mirë i cili do edukojë jo vetëm brezat tanë që janë të rritur dhe duhet ndoshta të heqin dorë nga disa tradita që i përkasin të kaluarës dhe që ndodhen brenda tyre dhe i bëjnë që vetë të krijojnë kufi për të mos arritur sukseset e tyre. Po imagjinoni vajzat e reja sa frymëzuese është për to që të kuptojnë që një vajzë e vogël nga Vlora që ka ikur si migrante në Amerikë, sot është një nga 50 njerëzit më të fuqishëm në botë dhe që ChatGPT është nuk e di se sa miliarda përdorues ka në ditë, nuk dua të gaboj me shifra, është kthyer në mikun, në të dashurin, në terapeutin dhe në atë motorin e kërkimit i cili na jep përgjigjet për çdo gjë, nga receta deri tek pse makina na është prishur apo pse ka dalë ajo shenjat e makina. Faktikisht ke drejtë, kjo e makinës është në të gjitha drejtimet në cilin ne mund të analizojmë në këtë situatë. Do doja shumë që t'i thoja të gjitha atyre që duan të vjedhin pak nga suksesi i Mirës, që sikurse lodhja dhe angazhimi janë personal, ashtu se dhe suksesi është personal. Lëriani ta shijoj Mira. Ne kemi fatin që ajo na përfaqësoi, po duhet vetëm ta duar trokasin dhe i gjithë ky sukses është personal, është i asaj, ajo e meriton plotësisht. Kristian, ti je i së njëjtës fushë. Sot hasa disi vështirësi të gjeja kolegë që kanë të njëjtën fushë si Mira që të flisnin dy fjalë për të. Dhe fatmirësisht ti u tregove i gatshëm. Dua të pyes më shumë për fushën tënde dhe të Mirës. A ka tavan? A ka limit? Deri ku mund shkohet? Se unë e kuptoj që mas ka atë robotin që na bën punët e shtëpisë dhe që do të tentoj të bëhet shoku jon. Dhe që ChatGPT-ja me të drejtë Zhaku thotë është bërë terapeuti, ai personi te servisi makinës që na ndihmon se çfarë ka, edhe gjithë rolet e tjera. Ku do shkojmë? Deri ku shkon? Unë tham gjithmonë inteligjenta artificiale bën budallën më budallë, të meqin më të meqin. Edhe njëjtë gjë komentosh tash në kohën të ardhshëm. Unë po them edhe na jemi në fillim fare. Kur ka qenë interneti në fillim, gjithë thoshin, kjo s'ka më bën një gjë interesant, tash gjithkush apo për ju. Kjo është ka aq shumë pushtet që kjo teknologji, sepse e prek çdo kënd në botë. Edhe e mira është unë shoh vetëm një problem. Problemi është na gjenerata jonë kemi mësu. Tash inteligjenta artificial mundet mi bën njerëzit se nuk kanë nevojë me mësu, po vetëm e pyesin GPT-n edhe i tregojnë bëma këtë punë, tregoma këtë informat, e kanë vetëm që thotë se mundet mi bën njerëzit më pak vetëdijshëm kontazh. Po për potencialin, për me rrit GDP-n, për me rrit thuja se çdo gjë në botë edhe mi zbulu gjëra se na nuk kemi mujt mi zbulu, ajo është gigantisht të shpërtash. Zhaku, mendon se ka limit teknologjia dhe sa me fat jemi që kemi kaq shumë shqiptar të përfshirë në të gjithë botën e teknologjisë. Po lexoja sot, nuk di nëse e ke mundur ta hasësh, Kristiani do na ndihmoj pastaj pak me emrin. Ndjes mua që se mbaj mend që edhe një zonjë shqiptare tjetër ishte e përfshirë tek Microsoft. Kështu që unë mendoj që një nga debatet kryesore që është duke ndodhur në botë është kjo frika nga teknologjia, nga inteligjenca artificiale, se ku do shkojë inteligjenca artificiale
se cilat janë limitet e saj dhe nëse nesër pas nesër ne do kemi një shkrirje midis njerëzve dhe robotëve dhe inteligjencës artificiale dhe ajo frika që inteligjenca artificiale të krijojë një epërsi dhe ndaj njerëzve. Pra ato filmat e Hollywoodit që i kemi parë para 10-20 vitesh. Mua më pëlqen teknologjia, jam e bindur që teknologjia është e ardhmja dhe sigurisht që do doja të kisha lindur në një epokë jo analoge në të cilën kam lindur, po në epokën teknologjike që ndoshta kjo shkrirja dhe aftësimi apo kognicioni me informacionet e reja të ishte pak më i thjeshtë edhe për mendjen time apo perceptimin që kam unë për botën apo për jetën. Unë mendoj që në 10 vitet e ardhshme, të paktën si e parashikoj unë, bota do jetë mbushur me robot. Dhe i referohem në kohës kur lindën makinat, automjetet, që ishin një risi, dhe mbaj mend që gjatë luftave botërore qarkullonin ato fotografit të këtyre të kryetarëve të shtetit, të cilët bënin këto parakalimet me makinat. Dhe për vetëm 10 vjet Europa u mbush me automjete dhe të gjithë kishin një automjet. E njëjta gjë mendoj që do ndodhi edhe me robotët dhe me inteligjencën artificiale. Biles është një film i bërë nga çekët në vitin 1980 që e parashikon këtë gjë se si në vitet 2000 bota do mbushet me robota dhe do jetë robotizuar dhe ato do jenë pjesë e përditshme e jetës tonë. Pra, ai që na bën punë të shtëpisë, ai që gatuan, ai që na zëvendëson edhe në punët tona. Edhe unë besoj edhe disa njerëz të tjerë që ndoshta nuk kanë informacionin që mund të ketë Kristjani apo Mira, jemi të friksuar edhe jemi të pasigurt sepse modelet jemi një lloj brezi që duhet të përshtatemi me gjithë zhvillimin e madh teknologjik që po ndodh, sepse në rast se pas 20 vitesh ata që do lindin do u duket gjë normale, ne po jemi në fazën që ajo po lind tani dhe ne duhet të përshtatemi nga ajo që kemi ardhur me këtë terren. Edhe kjo, por po ta mendosh mirë, nga ardhja e internetit, pra nga vitet 2000 tutje, shoqëria është zhvilluar me një shpejtësi marrëmendse. Shumë më të shpejtë se sa mund të jetë zhvilluar shoqëria nga viti 1900. Këtë dua të them, pra, Zhaku, ne të dyja vim nga një periudhë ku ne përdorim telefonin vetëm për të thënë alo. Po. Jo, më lëza, ajo çka duhet të them është që ndoshta mosha jonë është pak e friksuar për të ardhmen, sepse për herë të parë mendoj që njerëzimi nuk e parashikon dot më atë që do të vi. Nëse në vitet 2000 ne pak a shumë mund ta parashikonim se çfarë do ndodhte mbas 10 apo 20 viteve, sot nuk e parashikojmë dot më. Dhe ajo që mendoj unë që do ndodhë është gjithashtu një shkrirje midis kompanive të mëdha të biznesit, politikës dhe inteligjencës artificiale. Dhe ardhmja, pushtetin të ardhmen do ta kenë ata që do zotërojnë të dhënat e njerëzve dhe të dhënat e robotëve. Dhe kjo bën që të ketë pasiguri dhe ndoshta prandaj po hasim edhe me këtë konservatorizëm në botën e sotme moderne, pikërisht sepse nuk kemi modele referimi për të ardhmen dhe ardhmja është më e pasigurt dhe më misterioze se sa ka qenë më përpara. Ky është ai perceptimi që kam unë. Qartë, po për të vijuar linjën tënde me atë që the në fillim, se ndaj doja të flisja për këtë rastin, është historia e vajzës nga Saranda, Kozeta Garet, e cila në vitin 1996 vendos të iki nga Shqipëria përgjithmonë për të studiuar në Itali në degën e matematikës. Shikoj, është zonja në fjalë, por nga rrugtimi i saj i dijes vazhdoi në fushë teknologjike që u bë ardhmja e saj. Nga sot, ajo është drejtoresha globale e sigurisë kibernetike e gigantit Microsoft. Kozeta është një tjetër grua shqiptare që shkëlqen në teknologji. Më duket që ky eventi është bërë ditën e enjte diku këtu në Shqipëri, në Tiranë. Sepse kam parë diku ke qenë prezent, Kristian, apo jo? Ishim bartender. Ka qenë shumë interesante dhe po tregon se Shqipëria në vërtet do mosh serioz këtë pushën, edhe është të investu shumë, edhe kanë qenë disa demarsh shumë interesante se kanë qenë pjesë e kësaj eventi, se ka qenë në Marriott më duket të mbojnë. Po, atje ishte Marriott. Dhe më shpjego pak, Kristian, çfarë rëndësie ka të jesh drejtoresha e sigurisë kibernetike? Në një kohë kur bota, pavarësisht fatkeqësisht që vazhdojmë luftojmë me armë, lufta më e madhe bëhet në internet. Shka shumë interesant është me ndu në 3 gjëra, se na kemi pas 3 revolucioni. Kemi pas revolucioni por ku demokratizuar fuqia, por janë shku prej ftohtit në industri. Dyta ka qenë demokratizimi i informacioneve, se ka qenë interneti. Na jemi gjithashtu demokratizu inteligjencën.
Edhe për e punë edhe shka tha për para, nuk dihet shka vjen mbrapa, se kur ta demokratizosh inteligjencën, që kom mandej, se unë vetë nuk mujnë me të aspiru. Për shembull, që ajo se theti për sigurimin kibernetike, tash problemi është për para u dash me kon një haker me shumë vëmendje, me shumë eksperiencë. Tani? Do kush mund tash më bo haker, sepse AI-ja e ka mundësu çdo kush mundet me kriju një hackbot edhe mundet me të hakeron. Përpara vetëm kompanitë mëdha janë hakeron. Tash mundet mu hakeron edhe një kompani e vogël me 1 person, 5 person, 10 persona. Ajo ka me qenë një problem shumë i madh në kohë tash. A është e vërtet, Kristian, që është Izraeli numri 1 në botë për sigurinë kibernetike? Është absolut, edhe unë bëri ata janë të mënu me më hek pak frymën se kanë atje, edhe me pru këtu nga ona shqiptarëve, me pas punë i vazh, se shka harru shumë shpesh, Shqipëria e Kosova janë njënët për shteteve më të hakeruar në Evropë. Domethënë kemi shumë njohuri në këtë fushë, edhe pse mos më përdor që njohuri edhe më shpërdor global. Po, ne i kanë marrë të gjitha, Kristian, të kuptohemi. Çfarë do lloj informacioni e kanë iranianët tonë, kështu që jemi koshient për këtë pjesë. Nuk është se ka ndonjë çuditë madhe. Tani, përpara se ta mbyll, do të marr një koment Zhakut, pastaj do ta mbyll me ty. Kristian, Zhaku, më pëlqeu shumë fjalia që the në fillim që kushdo që jeton, kudo ku jeton, tani e ka më të thjeshtë të shkëlqej. E thash unë apo e tha Kristian? Jo, e the ti, the që vajzave, kudo ku janë, në çdo lloj cepi. Dhe mendoj që ky është mesazhi kryesor që jep kjo tema. Është një frymëzim shumë pozitiv për vajzat, sepse po të lexosh udhtimin që ka bërë Mira Murati, ka emigruar shumë e vogël në SBA, ka vazhduar shkollën atje, pastaj ka filluar të punojë në Tesla dhe aty ka kuptuar që ky është talenti i saj dhe patjetër që Amerika është vendi i mundësive dhe ajo është bërë numero 1. Për mendimin tim është jashtëzakonisht shumë frymëzuese për gjitha vajzat. Teknologjia nuk i përket vetëm djemve, matematika, STEM, pra shkencat eksakte, nuk i përkasin vetëm burrave, nuk është që vetëm mendja e burrave është e prirur për të kuptuar formula të vështira matematikore, po vajzat dhe gratë mund të arrijnë kudo, nuk ka kufi dhe nëse duan të bëhen numri 1 në botë për sa i përket teknologjisë apo inteligjencës artificiale mund ta dalin dhe e kanë një shembull shumë të mirë. Kanë edhe një vajzë shqiptare që është rritur si të gjitha ne, me kushtet si të gjitha ne të tjerat, është zhvilluar po në këtë ambientin kulturor në të cilin jemi arritur ne, por ajo ka vendosur që kufit e saj mos ishin shqiptar, po mos kishte fare kufi duke parë bisedën që po flasin. Kështu që mendoj që është shumë pozitive. Për ne shqiptarët, sidomos, por për të gjitha vajzat dhe gratë në botë, të cilat të njohin njërën dhe e kuptojnë se sa e rëndësishëm është ajo çka po bën ajo dhe modeli që po ndërton ajo për veten e saj. Kozetën të njëjtën kam mundur ta intervistoj kolegja e Top Channel Rudina Muça, e cila në këto çaste po do të të pyes ty për këtë, Kristian. Më thot Izraeli ka teknologjinë më të mirë, por Irani ka ushtrin kibernetike dhe lufta me ashpër tashmë bëhet jo me armë, por me teknologji. Pajtohesh me këtë? Ku është forca e Iranit dhe Izraelit para se ta mbyllim? Nuk ka vetëm Izraeli ose Irani, është edhe Kina. Hakerat më të forta në botë i ka Kina, edhe Kina vetëm ja ka nisë para 1 dekade, para 2 dekade më morë me që punë, edhe ata i kanë 1,5 miliard banor i kanë, ose tash marrë në moment se hakera i kanë ata. Edhe unë mendoj njëjtin gjë se që ka më kanë lufta, se nuk shihet, po se mund me kriju dëm mas shumë ti, pa pritur. Qartë. Lajmi mirë, ky i mirës, lajmi mirë do jetë padyshim çdo shqiptar që shkëlqen në çfarëdo lloj fushe, po realisht më bëri shumë përshtypje kalimi nga një vit më parë në vendin e 57 në vendin e 47 këtë vit. Edhe kam përshtypjen me akoma me më shumë zhvillime, sepse unë po lexoja lajme për mirën të ditëve dhe kohëve të fundit dhe po shija që është shumë pranë një tjetër zhvillimi të rëndësishëm në fushën kibernetike që do të kaloj dhe ChatGPT-n dhe jam shumë kurioze ta dëgjoj dhe ta shoh se për çfarë bëhet fjalë. Ju falenderoj shumë të dyve. Kristian për sqarimin e inteligjencës dhe Zhaku për gjithë mesazhet e rëndësishme që jep. Faleminderit, përshëndes. Mirë, ne do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare për të kthyer përsëri bashkë.
Një stuhi reagimesh ka shpërthyer në rrjet pas publikimit se është kërcënuar vajza e Giorgia Melonit. Kam në një lidhje direkte Alba Kepin, faleminderit shumë Alba për kohën tënde, të përshëndes, mirëdita. Darjen Levani po ashtu avokatësh me mua dhe Angelo Lushka, ekspert IT-e. Ju përshëndes të treve, faleminderit për kohën tuaj. Do më lejoni ta nis me Albën për të marrë më shumë informacion rreth kërcënimit, si ka ndodhur dhe kush është personi, Alba. Kemi të bëjmë me një profesor në provincën e Napolit, i cili quhet për qëndrimin e tij anti-Meloni, anti-politikës së qeverisë së djathtë italiane, që disa herë ka publikuar postime të tilla, por kësaj here ka kaluar çdo limit, duke bërë një postim dhe duke uruar të njëjtin fakt vajzës kryeministres, pra vajzës 7 vjeçare, të njëjtin fakt me një viktimë të feminicidios, një ngjarje e cila ka tronditur komunitetin publikun italian, pasi kemi të bëjmë me një viktimë 14 vjeçare, e cila u ekzekutuar për vdekje me goditje guri nga ishi dashuri i saj. Dhe një krahasim i tillë padyshim që ka pasur një reagim të fortë, por një herë është dhe një solidaritet të fortë nga të gjitha forcat politike dhe të gjitha krahave. Ka pasur një intervistë të fundit të profesorit, i cili ka deklaruar se çfarë ka shkruar nuk është autorësia e tij, po ja ka kërkuar inteligjencës artificiale të bëjë një post. E kemi ne postimin, regjia, më ndihmoni dot? Të më ndihmosh dhe ti, Alba, ta deshifroj, ka bërë një krahasim me një nga vajzat që për cilën e mbajtur protesta shumë në Itali dhe ka pasur një tronditje të madhe i gjithë populli për mënyrën se si ajo nda nga jeta. Patyshim edhe një biles ky postim ka ardhur vetëm pak orë, pra ju uroj vajzës së Melonit të njëjtin fat të vajzës Alfragola, që është komuna ku ka ndodhur kjo tragjedi. Ky post ka ardhur pak momente pasi kryeministra Giorgia Meloni ka vizituar familjen e vajzës viktimë nga feminicidio, pra një ngjarje dramatike, pikërisht për faktin se ishte mjaft e re, 14 vjeçe, dhe një tjetër ngjarje tragjike që shtohet shoqërisë italiane gjatë këtyre ditëve, javëve të fundit, ku viktimat e feminicidios kanë qenë gjithmonë më të shpeshta. Ky postim, ai shprehet se në intervistë dhënë për media italiane, shprehet se ka realizuar përmes inteligjencës artificiale dhe nuk e ka shkruar ai, por i ka kërkuar inteligjencës artificiale të bëjë një postimin më të keq kundër Giorgia Meloni. Padyshim rëndesa është se kemi të bëjmë jo vetëm me frazë të një urrëtie sociale bazuar në një urrëtie ideologjike, për faktin se ai është një profesor që edukon brezat e rinj dhe një deklaratë e tillë padyshim që ka rëndesën dhe ka marrë një reagim të fortë. Çfarë thuhet në mediat italiane? Në momentin e parë që u dha lajmi e më pas në sqarimet se kush ishte personi në fjalë, çfarë përfaqësonte, nuk e di si kanë qenë reagimet. Reagimet kanë qenë flas nga këndvështrimi politik, padyshim ka pasur solidaritet, ka pasur vetë presidenti i Republikës Sergio Mattarella, ka telefonuar kryeministren për të shprehur solidaritetin e saj, por ka pasur dhe reagime të cilët nga një anë kanë shprehur solidaritetin politik ndaj asaj çka ka ndodhur me Giorgia Meloni, nga ana tjetër kanë kujtuar këtë klimë urrëtie sociale që përfaqësuesit e partive djathta italiane e kanë pasur gjatë viteve të shkuara, duke bërë një krahasim se çfarë kanë vjedhur do të korrin. Pra, po padyshim mendimi i përgjithshëm i shoqërisë italiane është se kemi të bëjmë me një urrëtie sociale që vjen e shtohet gjithmonë më shumë dhe që padyshim tregon një problem madhor që ka shoqëria italiane. Dhe pikërisht këtë thelb të kësaj fakti dhe kësaj ngjarje të rëndë e ka kapur vetë kryeministra, e cila ka ftuar të gjitha forcat politike të kuptojnë se çfarë po ndodh, duke nisur që tek ai fenomeni feminicidios, pra ku flasim, pasi gjithçka ka një lidhje me ngjarjen në këtë komunë të Napolit dhe mbi çka ka rrjedhur më pas. Mua ka bërë përshtypje fakti se edhe ndoshta pas kësaj bisede që ne do të bëjmë bashkë, pasi çdo gjë duhet bërë dhe krahasimin me asaj çka jetojmë çdo ditë në kanal YouTube të Top Channel, në këto video që publikoni, poshtë tyre, kjo urrëtie dhe kjo shprehje e gjen dhe tek publiku shqiptar. Është një krahasim që bëj se
këto sinjale që nuk duhen anashkaluar. Ke shumë të drejtë, komentet janë shumë të ashpra, nëse i referohesh kësaj. Patyshim asaj referohem, madje unë kam bërë një postim në Facebook se pikërisht pas një bisedi që kemi pasur me një viktim të feminiqidios, që nuk dua t'ja përmend emrin për respekt të familjarëve të saj, shumica, mos me thënë 99% e publikut shqiptar që komentonte në këtë video, pikërisht në këtë kanal, ishin në favor të autorit të krimit, duke dënuar viktimën e cila kishte përgjegjësinë për të. E kam lexuar dhe i kam parë, edhe di ku ti referohesh, po. Bëj një krahasim të tillë pasi mendoj se kjo dhunë sociale që ka përfshirë Italinë, që shkon përtej dhunës ideologjike, të paktën këndvështrimi analizën time, lidhet me autorin e tij. Lidhet me kemi të bëjmë një profesor i cili edukon brezat e rinj. Do vi pastaj, do flasim pastaj vetëm për profesorin, çfarë përfaqëson vetë si njeri dhe mbi të gjitha për reagimin e Melonit apo ndonjë antar i qeverisë nëse ka pasur. Dua të pyes pak Angelon për mënyrën e para. Njëri, Angelo, ti e beson këtë që ai postim, e shohim pak mendimin e energjisë postimin, më thuaj pak, e bën inteligjencë artificiale këtë në rast se i thua më bëj, ku di unë, postimin më të keq të mundshëm në botë për Melonin. I tillë është forma se si vjen? Anime, sa po shoh mënyrën se si është shkruar pra postimi nuk ka gabime gramatikore e para. Dhe e dyta është më thjesht që të kërkosh inteligjencës artificiale që kryej një postim të tillë duke ja përmbledhur në 2 ose 3 fraza. Që nuk e eliminojnë dot mundësinë që kjo gjë pra. Po kështu e sjell me sfond të kuq, me këtë lloj shkrimi. Mund ta bëj edhe këtë, nuk është se nuk ka limitime një gjë e tillë. Më kupton, ndoshta nuk e ka krijuar vetë inteligjencë artificiale, por ka krijuar tekstin për të, dhe thjesht e ka kopjuar dhe ka krijuar, më kupton, postimin. Nuk është se kemi informacion për këtë. Po të mundur janë të gjitha, kështu që nuk mund të jetë dot poshtë. A ekziston mundësia për ta kuptuar se si është realizuar, pra mund të hulumtohet, të hetohet? Atëherë, nëse Facebooku i ofron si mundësi diçka të tillë, pra që ti mund të krijosh postime me inteligjencës artificiale, atëherë Facebook mund ta di shumë mirë se si është krijuar ky postim. Por nga ana tjetër jo, nuk mund ta kuptojnë dot. Kuptoj qartë. Shiko, dua të pyes pak Darjen nëse më ndihmon dot se si ose sa mund të dënohet personi në fjalë për një lloj sulmi, nuk di nëse mund ta quaj sulm në rast se ndodh vetëm në rrjetet sociale, se Alba me të drejtë sa në për komente bëhet kërdia, po them unë. Atë natyrisht është një sulm, sepse pavarësisht se ndodh në rrjetet sociale, është një person brapa që e ka menduar, e ka shkruar atë shprehje, ndoshta pastaj e ka me ndihmën e inteligjencës artificiale, gjë që unë sinqerisht e besoj pak, më duket si ajo shprehenzon se që unë i kam bërë detyrat, i kam bërë gjitha shumë mirë, po kam hapuar fletore në shtëpi. Nuk besoj se këtu ka pasur ndonjë rol inteligjenca artificiale, por edhe nëse e ka pasur, prap është një person që e ka kërkuar që të jepet shpreha më e keqe që mund të jepej. Përveç kësaj, unë nuk shikoj në një kërcënim, po këtu po flasim nga një vështrim thjesht juridik. Nuk ka ndonjë kërcënim. Është urim i të keqes. Po, tamam, është një urim, sado që mund të jetë, duhet ta përçmojmë, sepse ka një gjë mërësisht makabër. Po. Nuk ka ndonjë krim aty në mes. Në fundit është një opinion, po themi, dhe sado që ne ta përçmojmë, ta dënojmë, qëndron një opinion. Nuk besoj që të ketë pasoja. Këtë doja të thoja, ti je avokat, në Itali dënohet kjo dhe sa, dhe si? Jo, po themi, për mendimin tim nuk ka një dënim, sepse nuk po shprehet vetëm një mendim. Por, sidoqoftë për këtë po bëjnë aktualisht hetime, detalisht policia postale, e cila merret specifikisht me krimet online dhe ditët e ardhshme do kaloj dosjen pranë prokurorisë së Romës, që është prokuroria kompetente për të gjykuar krimet që ndodhen online. Mendoj se ndoshta pasojat më të rënda profesori do i ketë në fushën e punës. Pra, ajo që flitet dhe ajo që do diskutohet në ditët e ardhshme është, a është e drejtë që një profesor i cili ditë për ditë ka të bëjë me nxënës në një farë mënyrë edhe formon edhe edukon të shkruajë një gjë të tillë dhe pyetja më e madhe, a duhet ketë një dënim në shkollë, pra një not disipline, një vërejtje, për atë që ka votuar duke qenë një qytetar
privat. Kjo është ajo ku për mendimin tim ai do ketë pasoja. Do ketë pasoja nga rrethi dhe nga shoqëria, thua më shumë se sa pasoja ligjore. Jo, edhe pasoja ligjore, por në fushën e punës, në kuptimin që nga drejtoria shkollore. Mund të marrë vrejtje, e kuptoj, për komente jo normale në rrjetet sociale tjerë me radhë. Po, e drejtë është kjo faktikisht. Po, Alba, ka pasur reagime nga vetë politika? Vetë Meloni ka folur? Padyshim që ka folur, ka qenë Meloni e cila ka denoncuar përmes një postimi, duke thënë se ka arritur deri këtu. Dhe ajo çfarë dua të ndjek pak fillin e Darjenit, pasi e njëjta logjik që ndoqi ai si avokat i fushës ka ndjekur në intervistë dhe profesori Stefano, autori i këtij postimi, i cili me shumë gjasa do jetë konsultuar me një avokat, pasi ai ka thënë që nuk kam kërcënuar askën, kam bërë vetëm një urim, pra me shumë gjasa jemi në të njëjtën linjë asaj çka përcakton kushtetuta italiane. I mbështet faktin se ndaj tij Ministria Italiane e Arsimit, Departamenti për Kantës është mbledhur një mbledhje për të hetuar ose më saktë për të diskutuar mbi çfarë ka ndodhur, ndoshta pritet një masë administrative, apo jo, Darjen më korrigjo termin, ndoshta një masë administrative ndaj profesorit, por deri në këtë moment ende jo, dhe mendoj se ndoshta kjo falje publike që profesori kërkoi mund të lejoj për momentin që mos të kemi një acarim të asaj çfarë ka ndodhur, se padyshim ka një rëndesë edhe në këndvështrim në rrafshin politik, pasi nëse merret në masë të tillë, ndoshta mund të kemi një gjykim dhe një shpërsim gjykimit ndaj një mase të fortë që por dhe nëse nuk do merret, Alba, më beso, ne e njohim shoqërinë njerëzore që te komshiu te dera ngjitur deri tek nxënësit që do ketë në shkollë sepse është pedagog, po ashtu kushdo që do ta rrethojë, qoftë edhe te kafja ku do ulet, do ja përmendin. Pra është një gjykim popullor. Me shumë vëmendje intervistën e këtij dhe nuk më bind, jam dakord dhe me parafos, nuk më bind fakti se shkuar në inteligjencë artificiale dhe nuk më bind dëshira e tij për të nënvizuar mbas gjithçka që ka ndodhur, për të nënvizuar se pavarësisht asaj ai qëndron bindjes së tij politike. Pra, në një moment kaq delikat, unë mendoj se kemi të bëjmë me një individ që duhet marrë në konsideratë dhe roli i tij profesorit dhe padyshim mund të kemi paragjykime në rrafshin social, në rrafshin e komunikimit me të afërm, me të tjerë, por është ai autori nga i cili janë nisur reagime të tilla. Dhe sot grupi i parlamentarëve të Forca Italias, përmes një investigimi që kanë bërë gazetarët e agjencisë Adenochronos, kanë si vëmendje se pak më parë ai ka bërë një tjetër postim me tone kaq të forta. Sa i takon politikës, kanë qenë pothuajse të gjithë në solidaritet të plotë. Pas këtij postimi ka ardhur një tjetër postim në social kundër ministrit të brendshëm Matteo Piantedosi, kundër ministrit të infrastrukturës Matteo Salvini dhe gjithmonë në rrafshin e marrëdhënies së tyre prind-fëmijë. Kjo të gjitha për të kuptuar se nuk kemi të bëjmë me episode të izoluara, kemi të bëjmë me një fenomen të shoqërisë italiane që çon gjithmonë më shumë në një urrëtie sociale. Unë kam parë një studim të bërë pak javë më parë të 3 universiteteve të Barit, Milanos dhe të Romës, bazuar pikërisht mbi klimën e urrëties në social dhe të më besosh të dhënat ishin në krahasim me 2 vite më parë shumë më të larta. Për shembull, urrëtia sociale ndaj grave, kjo i referohet postimeve, fotografive, gjithçka tjetër, në krahas nëse në 2 vite më parë ishte në kotën e 6.7%, si vjet ishte në kotën e 27%. Dhe ajo që rëndonte më shumë atë studim që lexova ishte se mbi 20% e personave që kishin të urrëtit ndaj grave ishin gra. Dhe vetëm 31-32% ishin burra. Pra kemi të bëjmë përballë asaj që peshe kemi diskutuar bashkë. Në çdo rast kronike zezë, në çdo rast feminicidio që ti ke pasur ndjeshmërinë të bësh biseda të tilla, kemi diskutuar se kemi të bëjmë me një fenomen negativ dhe me një problem madhor të shoqërisë, jo vetëm italiane, por unë e nxjerr, domethënë e zgjeroj në shoqërinë moderne. Po, e qartë, e kuptoj. Angelo, ty të tremb keq përdorimi i inteligjencës artificiale? Kur je ekspert për shembull, edhe shes sa keq përdoret nga njerëzit.
Pjesën e keq përdorimit do thënë diçka që inteligjenca artificiale është një mjet fundja fundit. Mund ta përdor si për mirë, si për keq. E zgjedh ti si e përdor thua. Po, e zgjedh ti si e përdor. Tani se ti e përdor për keq, pra kjo duhet me të gjë pra që është faji yt, po themi që ose e përdor për keq. Edhe sikundër dhe nga ana tjetër mund të përdoret edhe për të bërë gjëra të mira, siç kemi parë dhe raste që kanë ndihmuar inteligjenca artificiale, po them ditën e sotme sidomos në pjesën e shëndetësisë për të zbuluar pra mënyra të reja për luftimin e sëmundjeve apo shërimin e tyre. Nga ana tjetër ekzistojnë gjëra të tilla. Tani në këtë aspekt që po flasim ne për shkrimin e një artikulli të tillë, inteligjenca artificiale nuk është se mund të le të themi të ndaloj veten nga të shkruarit një tekst të tillë. Më kupton? Sepse ajo në fundit është thjesht një është matematik. Ti do të më thuash se s'është faji inteligjencës artificiale, është faji njeriu se për çfarë zgjedh ta përdori. Je i qartë në këtë pjesë. Këtë po thua. Po, pikërisht. Po, këtë po them. Në momentin që dëgjove lajmin, çfarë mendove? Mendova, të them drejt, nuk mendova se e ka shkruar pra me inteligjencë artificiale, se nuk është se është diçka që të kërkon, po them, shumë kohë nga jeta jote për të shkruar një fjali të tillë, sido që të jetë ajo si për urrëtie, si për mirë, si për keq. Zakonisht inteligjenca artificiale përdoret për një informacion shumë më të gjatë, të cilin ti do ta përmbledhësh shkurt për veten tënde, apo ke 2-3 pika të cilat ti do t'i shtjellosh dhe krijosh një postim ose në rrjetet sociale. Për diçka të tillë, diçka kaq të shkurtër, po them që unë personalisht nuk mendoj se është shkruar me inteligjencës artificiale. Po pra, pajtohesh me Alba Kepin këtu në këtë pikë. Pajtohem për këtë pjesë, kështu që nuk mendoj që dikush do shkonte, pra, po them, po e marr këtë aspekt, do harxonte më shumë kohë të kërkojnë inteligjencës artificiale të shkruante këtë fjali se sa ta bënte vetë. Shiko, nëse i kërkon ChatGPT-s më bëj një koment negativ për Alba Kepin, dyshoj të jetë ky komenti që të doli. Mund të ndihmoj të shkruash një koment kritik në mënyrë etike dhe të balancuar, pa thyer e tjerë me radhë. Pra, është pak qesharake që zotëria në fjalë pretendon se ajo ka qenë fjalia dhe teksti që i ka dalë. Megjithatë, besoj ka hetime që i shkojnë deri në fund të saj. Dorina, ne kemi pasur këtu. Thashë do më pyesje se nuk më doli asnjë koment. Thashë do më pyesje për këtë Alba, po. Jo, doja bëja një krahasim me inteligjencën artificiale, se mjaft interesante kjo temë që ka. Ne kemi pasur një eksperiment në Itali, për rreth një muaj rresht, e përditshme iFolio, është publikuar e tëra me pamant të inteligjencës artificiale. Kam vizituar dhe redaksinë se si punonin për të nxjerrë këtë numër, dhe ishte një tim gazetarësh, një ekip gazetarësh, të cilët i bënin pyetje inteligjencës artificiale përmes temave që për redaktori dhe redaksit përkatëse. Interesante, po. Dhe ishte inteligjencë artificiale që shkruante këto. A duhet të kemi Darjen ligje më të ashpra në çfarë do lloj shteti, nuk i referon vetëm Italisë, po qoftë Shqipërisë, qoftë gjithë globit, për kibernetikën, internetin, inteligjencën artificiale, ChatGPT-n, më thuaj ti, si e mendon? Mos pa, ne po jetojmë sot në një botë të re në të cilën kanë gjithmonë më shumë rol. Është e domosdoshme që të dimë si t'i përdorim, dhe ne që të dimë si t'i përdorim më shumë e vështirë, duhet që të paktën të ketë disa kufij. Që tashmë janë, sidomos për në Evropë, për inteligjencën artificiale, këto kufij janë. Por duhet të jemi edhe disi optimist, sepse nuk duhet të japim edhe një vizion tepër negativ. Duhet mendojmë që këtu po flasim për një fjali që ka bërë një person në një shtet si Italia 50 e kusur milion banor, se njëri shkalloi në 50 milion, dhe shkruajti diçka të tillë në internet, nuk është në një gjë aq e pafalshme apo aq e jashtëzakonshme. Pa harruar pastaj që për fat keq, kjo nuk e justifikon, por për ta vënë kontekst, qoftë Meloni, qoftë Salvini, qoftë politikanët e djathtë, italianë, sidomos para se vinë në fuqi, kanë thënë gjëra sa më të tmerrshme se sa kjo. Por kanë këtë aftësinë që kanë gjitha të djathtat evropianë dhe botërore tashmë që aftësinë e viktimizmit. Pra, monedha që përdorin është ajo e viktimizmit dhe edhe një shprehje e tillë që ndoshta para 5 apo 10 vitësh do kishte kaluar në rrogoz, krijon, bëhet komenti i ditës në fushën politike. Për ta mbyllur, ne kemi që tani
në Evropë një ligj goxha të rëndësishëm i cili limiton ChatGPT, është shembulli që po e para. Pra, nëse dua të shkruaj diçka negative apo urrejtëse për një person, nuk më lejon sepse ChatGPT nuk është Google, domethënë është Google, shkruan ti dhe një rezultat, por ChatGPT nga një anë është edhe shumë i mirë sepse të shtyn që ti mendosh. Pra, nuk vepron ashtu si do ti, por të shtyn thotë çfarë do, mos do të kritikosh këtë apo atë aspekt. Dhe ndoshta mendoj që mund të jetë edhe zgjidhja për një problem shumë të madh që ne kemi, sidomos në Shqipëri, shikojmë komente po çdo gazete, po çdo komente siç përmendi edhe Alba. Ajo po që është një problem shumë i rëndësishëm që sot për sot qëndron për fat keq pa zgjidhje. Është e qartë, fakt është shqetësues çështja që te komentet që Alba thot që bëhen nëpër video e deri tek pastaj përdorimi për keq i internetit dhe zhvillimit teknologjik. Faleminderit shumë Angelo, Alba, Darjen, ishte kënaqësi. Edhe të shpresojmë që të mbeten me kaq të paktën, edhe të mos kalojnë nivelin e kërcënimit nëpër rrjetet sociale. Mirë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. 100 milion euro për të liruar Hashim Thaçin. Është ky publikimi i audio përgjimit që ka shkundur themelet e Hagës dhe faktikisht shumë në Kosovë janë duke folur. Një publikim që është bërë nga Milaim Zeka, që e kam në studio në këto çaste. Mirdita, faleminderit shumë për kohën dhe që pranove të na sqarosh pak të gjithë zhurmën që është bërë. Faktikisht të mora shkas nga dita e premte, ku pata një bisedë me bashkëshorten tuaj, me Artan Berhamin dhe me një pjesë personazh që ishin të përfshirë në një grafik foto që ti besoj e ke parë. Doli nga telefoni zonjës Ardiana Matoshi, dhe ishte bërë një lloj skeme e lidhjes suaj për interesat të zotit Hashim Thaçi apo e të tjerë me radhë. Më shpjego pak për çfarë bëhet fjalë dhe kush ka këto interesa? Tani shërbimi sekret serb BIA, pasi që i ka dalë komplet skandali ku është ky skandal i faktuar, i dokumentuar që në vitin 2021-2022, përmes një agentit i para përgatitur dhe i trajnuar nga BIA serbe me emrin Faik Imeri, i cili paraqitej në Kosovë dhe në diasporë si agent i lartë i CIA-s amerikane, e cilin jam i vetmi unë që kam arrit ta fotografoj, njeri tepër anonim, enigmatik. Tani e kanë bërë këtë skem me njerëz të tjerë edhe përmes një të ashtu quajtur i gazetar që s'po du me ta ndot emisionin mja përmen emrin, se nuk ka rëndësi. Dhe ky person tani me vend banim në Londër e kanë nxjerrë këtë farë skeme të krimit, ku do thot kriminali numër 1 është Hashim Thaçi, 2 jam unë, 3 është Richard Grenell, e tjerë. Por, krejt kjo histori ka të baj me atë që unë pas posedimit të këtyre audio përgjimeve? Po, incizime ku del në bised kry prokurori Alan Tiger, zbashku me njerin nga dëshmitarët e trajnuar nga Faik Imeri, që është biznismeni Halit Sahitaj. Pasi që kisha siguru krejt këtë bised 1 orë gjysmë, unë kisha kontaktu me njerëz që kishin njoftu realisht Richard Grenellin, një shqiptar të njohur Osman Krasniqi në Londër, ku djalli i tij, Adrian Krasniqi, është mik i ngushtë i familjes Trump. Dhe këta vinë zbashku në Tiranë edhe më takojnë. Grenelli zbashku me Adrian Krasniqi. Të lexoj një pjesë shumë të shkurtër që ti të më ndihmosh pastaj me sqarimin. Ky agent i CIA-s më ka thënë mu se duhet me u kontaktu me familjarët e Thaçit e të arrestuarve të tjerë e me ju lyp pare për me i lëshu prej burgu. Thash pse? Tha, këto pare shkojnë për fondin e zi, pasi kemi shumë shpenzime. I thash, a je në rregull ti? Tha, po, jam okej, kam fol me Jack Smith, krejt është okej. Dallohet të thot Halit Sahitaj në audio përgjim. Çfarë është kjo pjesë? Tani, këta, do më thonë, ky grup, për t'ju zhvat para pa fund familjes të Hashim Thaçit. Ky është biznesmeni? Këta e përdorin biznesmenin për të shku dhe për të negocu lek. Për të kërkuar parat. Për të kërku parat të familja Thaçi. Por në disa raste, Faik Imeri me grupin e vet e kanë kry në mënyrë të drejt për drejt te komandant fytyra i njohur me emrin Naser Shala, një luftetar shumë i madh, edhe kuadër politik që për fat të keq ka vdek,
është dëshmor, realisht, njëri afërt me Ramush Haradinajn, me partinë e tij, Naser Sholjes i kanë kërku 2 milion euro. Por ky grup ju ka kërku lek edhe biznesmenve nga Tirana, nga Shqipëria, duke i rajt se kanë mundësi për t'i heqë nga lista e zezë e Amerikanëve. Tash Halit Saitaj nuk shkon me kërku, do më thonë, lek tek familja Hashim Thoqit, por udhtojnë bashkë me agentin e CIA-s në Thojza, me Faik Imerin, dhe takohen në Beograd me shefin e BIA serbe Bojan Dimić, me Radojčićin dhe me komandantin e gjandarmerisë serbe që ka kryer shumë masakra në Kosovë gjatë luftës, dhe këta, do më thonë, krejt trajnimin Halit Saitit ja bojnë paraprakisht. Kur Halit Saiti shkon dhe jep dëshminë e parë kundër Hashim Thoqit në tetorin e vitit 2020. Për interesat të këtyre personave? Për interesat të këtyre personave. Se i thot, po friksohen për jetën time, pra është detyruar të thotë këto komente? Masi ky e jep deklaratën e parë në tetor 2020. Çka bën Faik Imeri? Ju thot njerëzve të Hashim Thoqit që unë kam incizime, kam dokumenta që mund t'ja vshes juve për t'ju tregu se kush çka ka deklaru në Hagë kundër Hashim Thoqit. Do me thonë, ka bon lojë të shumë fesht. Të kuptova, pse, ose më saktë, do të të pyes ty personalisht, a ka ardhur do kush nga Prokuroria e Kosovës të thotë zotëri me sillin incizime dua t'hap një çështje për këtë? Se faktet janë për shembull. Dëgjoj Sidorela, ne për fat të keq, as nga Prokuroria e Kosovës, por as nga Prokuroria e Shqipërisë, për fatin e keq, ne kur shtet si këmbë nuk kemi pas. Po të kishim shtet, sigurisht se kjo është një bombë, vetëm fillimi një bombe, përmes cilës ka mundësi të shkatërrohet komplet imazhi i Prokurorisë të Hagës. Janë ardhur nga Amerika, nga Kongresi Amerikan, në njerëzit më të ngushtë të republikanëve, kam qenë atje edhe në vizit, kemi bën dhe raportin, ndërsa nga Kosova dhe nga Shqipëria nuk ka pas lëvizje. Pse? Sepse këtu mendojnë që Hashim Thoqi dhe të tjerët mbrohen përmes deklaratave të ndryshme, por atje është drejtësia dhe atje mund të mbrohen vetëm përmes fakteve. Kjo nuk ka ndodhur. Pas gjithë këtyre viteve ku ti ke folur për këtë çështje, ke denoncuar, ke nxjerrë publikime, a ke frikë për jetën tënde? Po tani ne frikë kemi të gjithë, po mendoj jeta jonë si gazetare gjithë është në rrezik. Kanë kërcënuar ty ndonjëherë? Po vazhdimisht, kërcënimi i fundit 2 zyrtarë, domethënë ndërkombëtar, kanë ardhur kanë sjellë një informacion para një jave që vetë Bojan Dimići ka thonë në një mohabet me një ndërkombëtar, përfaqësues një ambasade të huaj, që realisht është dashur para Hashim Thoqit të arrestohet Milajm Zeka si kryterrorist. Dhe kam pas shantazhe, kërcënime të vazhdueshme, kam edhe sot përmes kryesisht edhe këtij tash të quajturit gazetar i cili jeton jashtë në Londër, por në mënyrë anonime edhe nga Faik Imeri dhe shumë tjerë. Pra para një jave të kanë thënë që veç kërcënimeve ke qenë ti për t'u arrestuar përpara Thaçit. Pse? Për çfarë arsye? Sepse mu në Kosovë është mundu BIA serbe duke ditë veprimtarinë time, duke ditur që prej vitit 1979 deri sot që po flasim, kam qenë pjesë e lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës. Kam qenë pjesë e atyre njerëzve që kanë themelu QK-n, kam qenë në Rambuje, bashkë me Hashim Thoqin, kam hyrë në kështjell të Rambujes, kam qenë gazetari i cili për herë të parë kam bëu QK-n të njohur në gjithë botën, gjatë luftës, ato incizimet me maska. Prandaj të pyeta a ke frikë? Po tash me pas dëgjo, kam kujdes, po frikë, unë edhe kur jam kthy në luftë, ku më bë plan që edhe mund të vdes. Por nuk kam frikë për ta mbrojtur të vërtetën. Realisht në rastin konkret po i ndihmoj trupit gjykues në Hagë, sepse kjo është 0.5%. Asaj që ti ke për të publikuar? Po, kam gjëra ku lidhet drejt për drejt Jack Smithi, një prokuror tjetër, kryetari i trupit gjykues, që aktualisht është kundër Hashim Thoqit, ku Jack Smithi personalisht i banë dëshmitarëve presion
shantazh që të dëshmojnë jo vetëm kundër Thaçit, por edhe kur është arrestu Nasim Haradinaj edhe zoti Gucati. Më tha me kërku para nga familja e Thaçit për me i pagu dëshmitarët se Haga ka shpenzu 800 milion euro dhe jemi në fund të procesit. Duhet me i liru njerëzit se nuk ka fakte kundër tyre, thot biznesmeni në fjalë. A ka pasur ndonjë lloj dëshire për të komunikuar me ty nga ana e qeverisë së Kosovës, nga ana e ndonjë politikani pasi ke publikuar këtë pjesë? Tani, unë paka shumë realisht që më habit të Edi Rama, jo të qeveritar tanë, unë e kam prit që kryeministri i Shqipërisë, me qenë se ndukje është të regu shumë aktiv për të ndihmu Hashim Thaçin. Po dhe telefonatën e parë pas fitores së mandatit fundit e pati me të. Po, dhe fjalime të zjarta shumë, po për shembull, Edi Rama i ka pasë dhe i ka të gjitha mundësit për t'ja bën një telefonat, për të kërku edhe një takim me ish presidentin e Malit Zi, Gjukanovic, sepse unë kam full me fakte që Gjukanovicit ja kanë kërku $100 milion për dëshmu. I kanë thonë që e shef këtë dosje këtu, po krejt këtë dosje kundër teje na ka dhonë ish presidenti Thaçi. Ani, për mës me të fut në listën e zezë amerikane, ti duhet na japsh $100 milion për fondin e Zi dhe duhet të dëshmosh kundër Thaçit Nag. Kam fol me emra, me mbiemra, shefi shërbimit sekret Gjukanovicit është taku në hotel Hayat në Cyre. Është taku me njerëz të Hagës. Edhe ai mund të dëshmoj. Si ka mundësi që heshtin të gjithë, po kryesisht në Kosovë? Pse askush nuk sepse për këtë? Kanë frikë nga Haga apo çfarë? Jo, bre, ky vend historikisht është udhëheq nga barit e këqi, historikisht thash nuk kemi pas shtet, na nuk kemi shërbim informativ kombëtar as në Shqipëri, as në Kosovë, që interesohet kush po e damton interesin kombëtar. Ne kemi shërbime informative kombëtare për të shantazhu kundërshtarët politik, për të regjistru mashkujt ose femrat se çka po bojnë në jetën e tyre private, dhe kjo edhe një herë po të tham, as nuk më ka kontaktu AQI-a, as shërbimi informativ shqiptari i Shqipërisë, me pyet, ore, ku është puna? Po t'jap një shembull, një detaj. Ky gazetari që jeton që është në rrjetin e bijes serbe që jeton në Londër, po ta them me emër edhe mbiemër që ka i thot ish shefit të Kryqit Kuq gjatë luftës në Kuks, që është finlandez, edhe ky njeri do me thonë quhet Christian Vik. I thot, kemi një informacion që shërbimi e sekret i Kosovës dojnë me dëvra. I thot po kush ta ka dhonë, thot këtë informacion? Ky thot ma ka dhonë Zoti Zejka. Tani, a nuk do dojmë me u lidhë shërbimi informativ i Kosovës me ardhë me marrë informata i Shqipërisë, sepse për këtë rast është hapë rastin Finland, e ka, do më thonë, duke trajtu kjo shantazh kundër meje. Familjarët e Thaçit kanë informacion për këtë? Apo kanë mësuar me anë? Dëgjë, familjarët e Thaçit janë, do më thonë, punëtor të shkëlqyshëm, po haber për këto gjona nuk kanë. Sepse kur Osman Krasniqi, mbas, po të spjegoj një detaj interesant që më ka thonë Richard Grenell, kur i me taku. Tha, Milajm, sa gazetare njën Shtetet e Bashkurat e Amerikës, thash me 10. New York Times, Washington Post, CNN-it, edhe në Londër, thash njët, BBC-s, Daily Mail, në Skandinavi, gjithë gazetarët botëror me cilët unë kam bashkëpunu, i ruj kontaktet me ta. Atëre tha, di çfarë duhet bash? Thash urdhëra, ti tha duhet ta bajsh një mini dokumentar 20 minuta, me gjitha materialet që i ke në gjuhën angleze, dhe të shpërndash tyre gazetarëve. Gjithë gazetarëve, Kongresit Amerikan, dhe kur ka shku Osman Krasniqi, për shembull, me thonë bash vllaznëve të Hashim Thaçit, ore, a ndihmojmë Milin se ka gjona të pabesueshme. Çfarë thanë? Ata i kanë thonë, ati na po i besona.
të ne të besoj njerëzit si në Tiranë, si në Prishtinë, vetëm në rast se ju spjegon një histori dashurie që ti e shpik nga trurët. Por të tjera atje. Këto gjana janë sikur më fol aty në për atomet në fizik. Dhe dy pyetje të tjera, por shumë e rëndësi për çështje në fjalë, pastaj edhe për Kosovën në vetvete. E para, me Grenell nuk e pasur kur mundësi të flasësh për gjithë këto komentet që bënte gjatë periudhës së fushatës në Kosovë apo dhe post zgjedhjeve për gjithë kaosin që është krijuar në Kosovë me Po mendon në aspektin politik? Për aktualitet, asnjëherë. Jo. Unë me te kam fol vetëm për këtë çështje, për asgjë tjetër. Dhe mo nuk kam... A keti pritshmëri Milaim që Trump, Grenell edhe kjo qeveri aktuale SBA-ve mund t'i jap një lloj shkundje, po them unë, gjykatës së Hagës? Unë kam shumë shpresë për arsye se prokurorët kryesor në Hagë janë amerikanë. Edhe ky do thot kryetgjykatësi është amerikan, por varet krejt prej punës tonë. Unë prapë jam me shpresë të madhe se mund të lëvizin gjërat në qoftë se ne dim me i prezentu faktet ekzistuese. Çfarë ishte ajo grafik që doli nga celulari i deputetes në kuvend, ku ishe ti, Thaçi, Artan Behrami, Grenell, bashkëshortja jote, gazetarë të tjerë si Baton Axhiu, Berat Buzhala, i pash të gjithë në atë. Është kjo grafika këtu, faleminderit regjia. Tani është Thaçi dhe ti në krye. Pra ju keni connection, komunikim direkt me njëri tjetrin. Ju të dy keni komunikim me Richard Grenell. Më pas ti në varsin tënde ke bashkëshorten dhe Darko Perovic. Darko Perovic është biznesmen malazez. E njeh? Po, e njeh, sepse kam bërë intervistë dhe ky është personi kyç i presidentit Malizi që ka qenë në takim në Zürich. Ku i kanë kërku $100 milion. Në varësit Richard Grenell dhe Thaçit është dhe Artan Behrami. Patrik Byrne është njëri shumë i afërt. Jo, do shkoj atje, ja ta marrim me radhë. Richard Grenell pastaj ka lidhje me, përveç Thaçit dhe teje, me zotin Artan Behrami, teksa Thaçi ndahet në dy gazetarë të tjerë, Berat Buzhala, i cili Richard Grenell. Jo, se vjen nga lartë, po. Pastaj dhe me Baton Axhiu, i cili ka në varësi Lirim Mehmetaj, në kaun tjetër është Fitim Çeku, në mos gaboj? Po. Dhe Halit Sahitaj është pranë teje, me të kuqe, nëse shohim, dhe ti dhe Halit Sahitaj lidheni me Jack Smith. Thot poshtë, ma shpjegon dot? Jo. Faiki Meri me Jack Smith. Jo, Faiki Meri lidhet me Jack Smithin. Faiki Meri kjo agenti bie serbet. Tani çfarë ishte gjithë kjo grafika që doli dhe u shpërndat? Kjo grafika është e bërë për këtij matrapozit punëtorit të Faiki Meri që jeton në Londër. Edhe ai na nxjerr neve si minus komplet të gjykatës speciale. Po, ne si grup. Sa i përket Batonit, dëshiroj të them një diçka. Batonit dhe Blendi Fevziv, do më thonë, dy njerëz ma manipulator. Mirë, mos fol për ata se s'janë këtu, të lutem. Jo, do flasë diçka që lidhet me raportin. Mirë, po do doja shumë përderisa s'janë, të lutem. Mund ta bësh këtë? Okej. Do doja shumë. Vetëm këta e kanë bë prej këtij raporti një emision, prej raportit cilin unë e kam bë me Lira Qefalin dhe me tjerët me Amerikant kundër Jack Smithit, dhe kanë morë pa na citu fare neve, do më thonë sikur me morë emisionin tanë, e mi andru në emrin Shqipëria Live më shkru emisionin Mlejmë Zix. Për këte e poto, se se janë të akuzu për diska tjetër. Se nuk do doja për mos i shqiptu. Po, jo, okej, në regull. Edhe Jack Smithi nuk ashtu, po ti po më shti me folë për te. Qëfar mendove për... Jo, me që nëse i kemi kolegë se janë gazetarë. Si kam unë kolegë, kam veç grunë time, unë kam kolegë e Zotë e Bibel e Kuran vetëm të vërtetën. Po si, ta morën në emisionin, do me thënë. Ta morën në emisionin. S'ma morën në emisionin, po e morën në raportin, dhe bon emision Kjo grafika të dëmton, mendon? Kjo është... Që mendove kër e pete telefoni i deputetes? Kjo grafika për mua është sikur me madhon çmimin Nobel. Se? Sepse kam bo një punë që është dhezë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka medium që nuk e ka citu, jam top lajm, do me thonë, në Serbi, apo kupton, dhe
Natyrisht që për mua është vlerë shumë e madhe, sa i përket deputetës dhe deputetëve të tjerë, ata duhet ta kenë për turp, duke në radhë të parë, për turp duhet ta ketë edhe gruaja Recep Selimit që është deputete, 4 vjet dhe 1 llaf nuk ka dalë me folë në foltore për burrin e vet. Domethënë, imagjinoni deri ku ka arrit pastrimi, shpërlarja e trurit që Albin Kurti ka bën deputetëve të vet. Kjo deputetja çështë shumë mirë ka bën. Pse nuk po realizohet që Kosova të ketë institucione funksionale? Pse nuk po do të thënë është pak qesharake, me thënë drejtën, mua më ndodh që njërë 2 ditë dalë dhe them dështon seanca e 23, e 24 të tjerë me radhë. Çfarë po ndodh? Se nuk konstituohet kur në historinë e vetë politike Kosova nuk ka pas deputet e lider politik ma fëmijaqa. Ata janë fëmi, a kupton? Ne në Kosovë përdorim në zhargonin ton janë fëmi piçpirika. Do me thonë, piçpirik i bjen problematik që hynë e dalin her mojtas her djaltas. Dhe Albin Kurti, e kam thonë në studiot e ti, e po eri përsëris, është antishqiptari ma i madh, antishteti ma i madh në historinë politike të kombit shqiptar. Njëri i cili krejt karrierën e ti politike e ka ndërtu duke bo 2 punë shumë të mëdhaja për Serbinë. Shumë të mëdhaja, s'ka rrit kërkush me bo pas Albin Kurtit. Armiqësim ekstrem me Perëndimin dhe armiqësim ekstrem me Tiranën. Ai nuk fol me Ali Ahmetin, nuk kontakton me qeverinë e Shqipërisë, që po të shikosh kam hy këto ditë dosje, po të shikosh leadershipin e ish Jugosllavisë shqiptarët, intelektual të Recep Qosin, Ibrahim Rugovën, të gjithë ata që kanë ardhur në Tiranë, pavarësisht regjimit të Enver Hoxhës, kanë pas marrëdhënie me atë regjim. Albin Kurti është i vetmi njeri që nuk ka komunikim as me Tiranën, as me Shkupin, as me Podgoricën. Dhe në që se kthehemi tek gjykata, këta njerëz të Albin Kurtit qëllimisht kanë hapë dezinformacion në opinion, edhe të dëshmitarët, për shembull ti ke rastin se di që ke bërë emisione për një super dëshmitar që është folni Nazim Blaca, që thuhet që ai ka qenë dëshmitar kryesor. Realisht Nazim Blaca nuk ka qenë dhe nuk është dëshmitar në Bllacë, në rastin e Thaqit. Dhe është një rrjet i dezinformatorëve që ju heq Albin Kurti. Qëllimisht. Se o Albulena Haxhiun o s'ka? Sepse Albin Kurti e para nuk donë me bo qeverinë. Çfarë fiton po se bëri? Fiton, shiko, çka ka fitu, do më thonë, shiko si ka shkatru biznesin. Ai fiton që nuk dune me bo qeverinë, sepse ka me bo asociacionin. Shiko. Por edhe opozita nuk po e bojnë. Ti më mirë se çdo njeri e di që po nuk pate kuvend dhe institucione serioze, para nuk e investimet tuaja, se thonë është një shtet që s'ka kuvend, dhe nuk mund të investojmë në një shtet që... Po shtë modhin zët, ku janë një Albin Kurtit për këtë punë. A i kuptën të logikën e Albinit. Mirë, sa muaj keni si shtet, po them, pa votuar një ligj të ri, ose një vendim? Më duket para shumë mujve, të ti kam thonë që nuk do të kemi qeveri, po do të kemi zgjedhje lokale. Ka qenë kështu? Po, tekstualisht kam thonë, alo pa përfundu. Albin Kurti është anarkist. Nuk ka njeri ma anarkist. O ati nuk janin, aj me mujtë gjithë shqiptarët e Kosovës i sheh me një sandviç rrugës të jetë. Ati as janin pse iki njerëzit. Shiko bizneset si janë të protestu. Shtrejtimi i energjisë elektrike. Aj thirët veç në gjona banale, lëti gra, ishala aj popull, ven buke, han bujashka. Diçka në bujashkat? Jo. Ato livoret e drujve. Okej. Inshallah o zot, ëndra ime ka qenë mos me po Serbinë në Kosovë. Unë 2 vajza i kam jashtë, 2 të tjerat jam duke i përgadit me që jashtë. A kupton që unë dhe gruaja ime që punojmë 24 orë, që jetojmë... Nuk shojmë siguri këtu, thua? Mesatarisht mirë, po i përgadisim edhe 2 vajza tona me ikë prej Kosovës. Mileim,
Në momentin që ka këtë lloj kaosi, kush duhet të reagojë? Duhet jetë Osmani, ndërkombëtarët po e bëjnë vetën, po flasin çdo ditë thuajse për konstituimin e kuvendit. A duhet Osmani ta çojë vendin në zgjedhjet parakoshme sipas teje prapa, apo? Si duhet funksionojë? Në qoftë se i vendosën peshore karrierën politike dhe në njëra anë dhe të ardhmen e shtetit Kosovës në anën tjetër, Vjosa Osmani historikisht është tregu se gjithçka ban për karrierë politike. Sepse po të kishte ajo minimumin e minimumit të dhimbjes, të ndjesisë, të respektit për të ardhmen e Kosovës, për shtetin e Kosovës, aja është dosht më shpërthy. Nuk shpërthen, asë interesant që shto me hi, po interesojnë matematikat a komisionët dhe një mandat. Do ketë zgjedhje për njëherë me zgjedhjet lokale, apo si? Mos harrot të theme diçka që ka dhe opozita shumë fajnë këtë pikë. Edhe opozita është me faje shumë të mëdhaja. Pse? Sepse unë po tisha, ja kësha lën kopilin të dera Albin Kurtit, ja kësha votu kryetaren e kuvendit, Albulenën, dhe pastaj Albini nuk do të kishte mundësi me zgjedh qeverin, sepse si ka numrat, e atëre do të fillon të loja me morë mandatin personi numër 2 që është Bedri Hamza. Po edhe opozita ban kalkulime në 2 drejtime. E para kush do bëhet kryeministër, kush do ta merr pushtetin, kush do të merr ministrit. Dhe e dyta, që është më rëndësishme se e para, pse ta bëjmë ne asociacionin? Ta baj Albini. Albini nuk e ban. Albini edhe 1000 vjet. A di pse nuk e ban? Sepse Albini ka ardhur në pushtet me 2 luftra, luftën kundër asociacionit dhe kundër hajnav, e që vetë është dalë hajni maj malë në historitë Kosovës, dorën zemër. Falenderoj shumë. Shumë falenderoj. Për bisedën, edhe për gjithë informacionet, sqarimin, edhe pak sqarimin e tabelës, apo edhe të përgjimeve, që janë disi më të qarta tani. Se jo të gjithë, më beson, në Shqipëri sidomos, nuk është se i njohin me emra aq konkretisht sa që dini ju. Faleminderit shumë. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Me bindjen se askujt nga ju nuk i ka shpëtuar lajmi i dasmës që ndoshta mund të jetë më e madhja dhe më e rëndësishmja e viteve të fundit, ajo e njeriut më të pasur të botës, Jeff Bezos me Lauren Sanchez. Do të ndalemi në disa minuta për informacionet më të fundit që lidhen me ndoshta jahtin e tij që javën e kaluar u furnizua në Shqipëri për të marrë rrugën drejt Venecias, aty ku do të mbahet edhe dasma madhështore. Megjithatë, veç lajmit të jahtit që jeni duke ndjekur në këto pamje, bëhet fjalë edhe për një sër informacionesh të tjera lidhur edhe me protestat që po mbahen në Venecia për këtë dasëm. Janë të shumtë persona të cilët me pankarta të një rakete me foton e Bezos protestojnë dhe thonë këtu nuk ka vend për oligarkët. Bledi Strakosha është me mua në një lidhje direkte, $10 milion. Dasëm intime duket. Po, shumë intime. Tani dhe ne me që i zgjidhëm këto hallet tona, jahtin e kemi bler, milionat të bank i kemi, presim vetëm dhe ne të zgjedhim ditën e dasmës, hajde flasim çik për këtë dasmë në tyre. Realisht, të bëri përshtypje që për shembull javën e kaluar po flisnin të gjithë se si po furnizohej jahti i tij në Shqipëri për tu drejtuar më pas Venecias dhe sa shumë komentojnë këto dasmat e personave kaq të rëndësishëm nëpër botë. Shiko, është normale sepse duhet kuptojmë që sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po në përgjithësi jashtë vendit, showbizi, po dhe biznesi në vetë kështu funksionon. Do të thënë kanë pjesë të biznesit edhe thashetemin. Dhe shpeshherë thashetemi bëhet në funksion të reklamës së përgjithshme që i bëhet personazheve. Kështu që është e mirëkuptueshme. Sa i takon furnizimit me naftë në Durrës, sigurisht është një reklamë e mirë për Shqipërinë, sepse e para përmendet dhe e dyta tregon që ka një standard të cilësisë së naftës të paktën për jahtet, se për makinat gjithmonë e vëmë në diskutim, nuk e dim nëse e kemi cilësore. Po përsa kohë jahti i tij ka ankoruar këtu tek ne për të furnizuar, tregon që kemi një standard të kënaqshëm dhe të pranueshëm nga vendi më i zhvilluar i botës, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se mua ndërkohë më përshëndesin se jam në ambientet e punës. Lauren Sanchez, çfarë përfaqëson se kam vënë re që në rrjet nuk është se preferohet shumë të paktën nga amerikanët, me aq informacion statike? Shiko, me aq sa kam ndjekur unë nga këto lajme të rrosë, që në përgjithësi nuk i ndjek, por në rastin e tyre i kam ndjekur sepse më pëlqejnë si çift. Duhet të thënë që ajo ka një karrierë të filluar në fundin e viteve 90, pra le të themi në vitin 2000 pak a shumë, si reportere, por po aq piloton.
pra e ka pasion edhe pilotimin, që e ka ndarë me Jeff Bezos këtë pasion shpesh herë, kam bashkëpunuar për shkak sepse Jeff Bezos përveç Amazonit dihet që ka blerë edhe Paramount Pictures, ka Amazon Prime Video, pra është në botën e showbizit të arktimit, pra. Por e komentojnë, duke qenë që ajo ka shoqe Kim Kardashian, e komentojnë si një nga këto gratë që duan vëmendje, pra duan të gjejnë një mënyrë për të rënë në sy dhe për të marrë famë të lehtë, si të thuash, por nuk më duket rasti. Mua më pëlqen shumë ajo, më pëlqen dhe fakti që nuk ka një diferencë moshe, siç ndodh shpesh me këta njerëzit e pasur që të shmenden në një moment caktuar, dhe nuk e di, është 80 vjeç ai tjetri dhe martohet me një vajzë 18 vjeçare që s'kan pikën e lidhjes, as për bisedat që mund të shkëmbejmë me njëri tjetrin, as për interesat e përbashkëta dhe as fizikisht. Mua më pëlqejnë të dy, që nuk mendoj që është ky rasti, megjithëse, siç po e thoshim, showbizi amerikan e ka komentuar kështu, pra që është një lloj martese ose një lloj marrëdhënie konvenience përsa i përket bashkëshortes së tij të ardhshme. Bashkëshortes së tij të ardhshme. Tani, faktikisht, vitet e fundit janë të shumtë këta amerikanët që zgjedhin Italinë si vendin, madje edhe ajo që ti përmende Kim Kardashian, Italinë ka pasur, motra e vet Italinë, që u bë dhe e famshme ajo videoja pse më kopjoi mua, mori Bocelin etj me radhë. Tani, pse zgjedhin Italinë si destinacion për dasmën e tyre? Po e para, Italia në përgjithësi, për mendimin tim, po besoj edhe për shumë shqiptarë të tjerë, sepse në Itali besoj e kemi vizituar më shumë se çdo vend tjetër, është djepi i civilizimit, është djepi i arkitekturës, vend më romantik se sa Venecia, me gjitha ato kanalet që në fakt janë gjirize dhe mbajnë dhe erë gjirizesh, prapë mbetet romantike. Kështu që zgjedhja është perfekte, mendoj, për një ceremoni madhështore, por po aq edhe romantike, siç i shkon çiftit në fjalë. Mundësinë e kanë, sepse kuptohet që janë destinacione që kushtojnë shumë, por për sa kohë pjesa financiare nuk është problem në këtë rast, pse jo? Venecia do të ishte ëndër për çdo që të kurorzohej atje pra. Informacionet janë interesante, sepse sipas raportimeve sidomos në mediat amerikane, konkretisht thuhet se ceremonia mund të zhvillohet në një teatër romantik në natyrë, me vendodhjen përfundimtare që vijon të mbetet sekrete. Ceremonia zhvillohet midis 24 dhe 26 qershorit, me çiftin që tashmë kanë rezervuar hotelet më luksoze të Venecias për mysafirët e tyre. Ndërkohë, sipas gazetës Sun, data fikse e dasmës është bllokuar për 2 javë, vetëm që mos merrej vesh nga mediat, e kanë bllokuar të gjitha ato zonë për 2 javë në mënyrë që të ketë, po themi deri diku pa qartësi dhe privatësi. Shumë janë interesuar për edhe për arsye sigurie, për shumë. Po, kam përshtypjen që po, mund të jenë të gjitha këto detaje, po përpara se të të falenderoj Bledi, jam shumë kurioze të të pyes, a kanë interes jo vetëm shqiptarët, po në Amerikë, Itali, kudo për këto lajmet roz, dasmat, kë kishin marrë, kë kishin ftuar, si ndodhi, sa kushtoi, sidomos kur bëhet fjalë për Bezos, ë? Po kanë, sepse në vetë ti gëzon kush e rastet këtilla dhe ndërron pak dhe për veten, ë? Dhe nëse i referohem klikimeve, se ky mund të jetë matësi vetëm që kam në këtë rast, klikimet në YouTube janë të shumta kur vjen puna tek showbizi. Jeff Bezos hyj tek ato personazhe që nuk është lakuar shpesh dhe nuk është përzier shpesh në, po themi, nëse marrim rastin e Elon Musk, që është përfshirë keqazi do thosha në politikën amerikane, edhe pse i keq kuptuar, Jeff Bezos tek një personazh krejt tjetër, ai ka treguar që di dhe do ta shijojë jetën, dhe këtë po tregon edhe me partneren e tij dhe me dasmën. Më bëri habi tek Top Channel, po e lexoja tani, ku thuhet protesta në Venecia për dasmën $10 milion të Jeff Bezos, edhe i kanë vendosur foton kokën e tij dhe raketën, dhe më pas thonë një dasëm me tij në Venecia, absolutisht që jo, jemi kundër oligarkëve, le të rinë larg. E para ky termi oligark, se këtu në Shqipëri njëherë është thënë kaq shpesh dhe mbas edhe qëndron, sepse duhet kemi parasysh që tregu shqiptar është shumë i vogël dhe kërkon detyrimisht përfshirjen e biznesmenëve, ndërhyrjen e tyre në politika
vendimarrëse, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një gjë krejt tjetër, sepse është treg global, është treg shumë i madh. Jeff Bezos e ka treguar që e ka nisur në garazhin e tij, duke marrë porositë e para të librave së bashku me bashkëshorten, duke i paketuar, duke i dërguar, derisa sot ka mbritur në një nga bizneset më të mëdha globale. Kështu që nuk është rasti i një oligarku, megjithëse edhe atje mund të favorizohen nga politikat e vendit të tyre, sepse është normale, por nuk besoj që ka ndërhyrjen që mund të ketë një biznesmen si në Shqipëri, që ha, pi, drekon, darkon me politikanët dhe disaprovon ligje. Si që nuk do të quaj oligark. Pastaj bashkia e ka shprehur që janë marrë të gjitha masat që të ketë turistë si gjithmonë në Venezia, që të mos bllokohen kanalet edhe trafiku i taksive ujore atje, gjitha, kështu që Bledi, deri në Venecia, do shojmë se çfarë do ndodhi dhe si të shkoj pastaj post Dasma. Faleminderit shumë, të përshëndes. Ju falenderoj edhe ndjes për rrethanat. Jo, s'ka problem, ishim okay. Faleminderit shumë, të përshëndes. Faktikisht Regja do më ndihmë pak me pamjet e jatit që u bën virale në rrjetet sociale, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Është i pari ose më saktë para indicie që i është dhënë të gjithëve se përgatitjet e Dasmës kanë nisur. Bëhet fjalë për jatin luksoz Abeona, i miliarderit Jeff Bezos, me një ekuipazh prej 26 marinarësh, u ankorua ditën e premte për furnizim në portin e Durrësit, i pagzuar me emrin e perëndeshës romake, mbrojtëse udhëtarëve dhe fëmijëve në udhëtime të gjata. Jahti luksoz është ankoruar në port dhe ka marrë gati 95.000 litra karburant dhe furnizime të tjera. Jahti ka qenë në rrugës për të shkuar në Venecia, ku pritet të zhvillohet dhe Dasma e madhe, një nga ngjarjet më të mëdha shoqërore faktikisht të kësaj vere, që duket se po afron, pasi të dy çifti kanë vendosur t'i japin atë pon e madhe njëri tjetrit, diçka që është shumë e rëndësishme, por që duket se ka pasuar pastaj me protesta të mëdha, siç shihni në foto në plan të parë, në faqen e Top Channel, mund të merrni çfarë do lloj informacioni, por mbi të gjitha edhe protestat në Venecia që mbahen për Dasmën, $10 milion të Bezos. Dasma e tij po afron dhe vetëm pak javë përpara se të zhvillohet, ceremonia e kushtueshme e planifikuar për ditët e fundit të qershorit ka shkaktuar një stuhi protestash të forta shoqërore dhe politike nga banorët që denoncojnë privatizimin e qytetit dhe nënshtrimin e plot ndaj orekseve, siç i quajnë ata, të elitës financiare globale. Bezos, themeluesi i Amazon, një nga njerëzit më të pasur në botë, ka rezervuar të gjithë ishullin për ditën e Dasmës. Në të njëjtën kohë ka mbyllur 5 hotele luksoze, të gjitha taksit ujore dhe 10 shërbime në qytet, të cilat tashmë po mbyten nga mbi ngarkesa turistike. Reagimet kanë shpërthyer dhe kanë qenë të shumta, konkretisht në një nga posterat kryesor që po shihni në këtë moment, thuhet qartësisht nuk ka vend për Bezosin, s'ka vend për oligarkët dhe vjet re fytyra e Bezos në një nga raketat. Mirë. Me këtë informacion rreth Dasmës kam përshtypjen kur të vi data 24, 25 dhe 26 qershor do kemi më shumë informacion, ato fotot e paparazzëve për të kuptuar se si ka shkuar Dasma më e komentuar, duhet thënë momentalisht në të gjithë rrjetet sociale. Ne kemi mbritur në fund, ju pas pak do të jeni me edicionin informativ në ekranin e Top Channel, teksa së bashku do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Deri atëherë, mirupafshim.